grupi parlamentar i Partisë Socialiste do t'i qëndrojë besnik plot 856.177 votave që na kanë sjellë në këtë sallë. Ka individ kriminal duan ta përdorin për qëllimet e tyre të këpista, qëllime të interferencave të huaja, jo vetëm vende të tjera fqinje që nuk duan ta shohin Shqipërinë të zhvilluar në turizëm, por dhe aktorë tjerë përfshirë këtu Kremlin. Nderuar televizionistë, mirëmbrëma. Ne kemi bërë zakon tani që në hyrje kemi gjithmonë një sinkron, cili sintezë një ngjarje të madhe që ka pushtuar jetën e vendit, të gjithë jetën e vendit, dhe më shumë se kaq. Edhe për te Shqipërisë, media ndërkombëtare, po edhe njerëz nga bota shohin një gjë shumë të veçantë, e cila një protestë që ka shpresur në Tiranë, sot është dita e 33, një protestë e cila zuri të pa gafil, si thuhet, të pa përgatitur jo vetëm autoritetet që e drejtojnë në vendin ku ne jetojmë, por shumë kënd përgjithësi. Gjenerata Z dhe më shumë se kaq pastaj është derdhur në Tiranë, dita e 33 dhe kërkon jetën e vetë, mundësitë e veta, gjithçka për vete, për jetën, për moshën që ka. Është pikërisht koha kur kjo generatë duhet të punoj, të luftoj. Tani, ne kemi pasqyruar vazhdimisht këtë situatë, por ndërkohë pamje të ndoqët ne i veçuam ato sot, sepse janë nga përplasja e sotme para kuvendit. Si që shihni te parlamenti, ka filluar të ravizohet një lloj proteste tjetër, jo ajo që kemi përballë kryeministrisë. Një protestë paqësore dhe një protestë gati e dhunshme. Çfarë po ndodh? Pse ky ndryshim shpritet më tej? Kjo do të jetë pjesa e parë e misionit tonë për mbrëmjen e sotme. Të ftuar në studio unë kam Ardit Bido, deputet i Partisë Socialiste. Ardit, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Andi Bushati, faleminderit. Sidorella, faleminderit shumë të lash për të lënë dhe të pjesa e bisedës. Faleminderit, ishe nga më aktivet i sot, çuditërisht nuk të kanë ndaluar. Sepse kanë ndaluar tjetërin që kishim në studion e Arbrin, unë komunikova dhe me autoritetet policore, nga që më informuan dhe gazetarët e televizioneve tjera, Arber Leshi, cili ka qenë në emisionin tonë, është vazhdimisht një aktivist i njohur i vjetër, të cilin unë kam një relacion të hershëm me të, sikurse edhe me Sidorellën. Dhe ndërkohë e ka ndaluar dhe unë u interesova dhe autoritetet më thanë që nëse s'kishte ndonjë gjë të rëndësishme, ai do të ishte i lirë, por ndërkohë do shta thonë sepse gazetarët më thanë i paska edhe vezë Medveliut, gazetarit të kanalit, paska hedhur viza, ka bërë ndonjë, besoj se ka bërë ndonjë gjë tjetër, se Arbri nuk është, paska hedhur vezë këtij, dhe ende nuk është liruar. Erald Noj do t'jetë bashkë me ne, cilën unë e kam thirrur në momentet e fundit të misionit, për të na shpjeguar më shumë, unë bisedova me të edhe ç'është sipas ti ky ndryshimi nga ky gandizmi i madh, edhe te pjesa që është e parlamenti, që është si thua një përplasje. Flori Miftari do t'jetë njëkohësisht në studion 2, po aktivist dhe njëri i protestës vazhdimisht, që është shfaqur dhe parë vazhdimisht. Lidhje direkte do t'jetë bashkë me ne. Flori, faleminderit shumë. Faleminderit. Tani, si që thamë, ka patur përplasje mes protestuesve dhe policisë. Duket se protesta ka hyrë në një fazë të re, të le ta themi dhe mos e fshejmë edhe të dhunshme.
Çfarë ka ndodhur sot? Si nisi Sidorela ti e më pjesëmarrëse aty? Si nisi kjo? Kjo ka nisur në fakt pa u grumbulluar ne si protestues. Ne kishim bërë lajmërimin që sot në orën 10 do t'jemi tek parlamenti për t'i thënë parlamentit shqiptar që populli shqiptar është në rrugë dhe po kërkon dorëheqjen tuaj sepse ju nuk na përfaqësoni më. Ndërkohë që ne nuk ishim mbledhur ende, 4 nga shokët tanë, mes tyre një djalë i cili është dhunuar dhe unë kam dhe videon në të cilën ai shikohet që ka qenë i dhunuar me gjakderte nga hunda, për cilën ne nuk kemi pasur për shumë kohë asnjë kontakt, janë arrestuar momentet e para. Do shta është ajo, apo jo? Ende... Po paraqitë regjia jonë, jo? Jo, kjo është më vonë. Kjo është më vonë. Më vonë? Kjo është më vonë, por... Kjo pse e kanë këtë Sidorelës? Një nga djemët është... Por mund të më kalosh dhe mua. Një nga djemët është dhunuar... Vazhdo, dhe ndërkohë. Dhe kështu ka filluar, dhe momentin që ne jemi grumbulluar, kemi parë që parlamenti ka qenë i rrethuar, për mua është absolutisht absurde të rrethohet parlamenti nga qytetarë që supozohet të përfaqësojnë dhe t'ju shërbej. Dhe aty ka plasur sulmi në sy, në hund, me pepper spray ndaj protestuesve në mënyrë tërësisht dhunshme, pa u provokuar absolutisht nga protestuesit. Pse doni patjetër të ndalohet hyrja, të ndalohet hyrjen dhe daljen e deputetëve nga kuvendi? Kemi më shumë se një muaj që themi tani më kryeministri Rama, qeveria kryeministrit Rama, parlamenti shqiptar nuk na përfaqëson. Dhe ne kërkuam për një muaj rresht në mënyrë plotësisht paqësore, ashtu siç ka qenë dhe dita e sotme, plotësisht paqësore, kemi kërkuar që të ndalohet funksionimi normal i parlamentit, sepse populli shqiptar, shoqëria shqiptare është në shesh duke kërkuar më së paku dorëheqjen e kryeministrit Rama. Në këto kushte ne nuk mund të vazhdojmë punën parlamentare sikur këtu nuk ka ndodhur asnjë gjë, sikur këtu s'ka asnjë protestë. Kjo protestë ka pasur jehon në të gjithë Evropën dhe në gjithë botën, dhe s'mundet tani parlamentit mos e ketë marrë vesh që këtu shoqëria shqiptare thot një zëri, ju jeni parlament analfabet, parlament që i shërbeni krimit dhe nuk na përfaqësoni ne. Kjo ka qenë arsyeja pse ne kemi qenë sot para parlamentit absolutisht në mënyrë plotësisht paqësore. Dhuna e policore ka qenë e pa justifikuar, nuk ka qenë në raport me numrin e protestuesve, nuk ka qenë në raport me veprimet e protestuesve, pasi gjuajtja me vezë, që është qesharake thuhet, gjuajtja me vezë ndaj përfaqësuesve institucional politik ndodh në çdo vend të Evropës, ndodh në çdo protestë në çdo vend të Evropës, dhe të shohim sot deputet siç ishte zoti Taulan Balla dhe më parë zoti Ereon Braçe, që e mësyn policin me gaz lotësielës, me shkopa gome, ndaj protestuesve paqësor të shtrirë në tokë që përsëri dhunohen, është e pa precedent, tregojmë që nuk kemi më një shtet, siç e kemi thënë, kur dhuna ndodhi në Zvërnec nga policia private, po kemi një polici private që paguhet me taksat e shtetit, që dhunon qytetarët për llogarit deputetëve të Partisë Socialiste. Zoti Bido, ju shkuat sot në parlament? Patjetër. Si çdo seancë nuk ka munguar ndonjëherë. Ndodhi gjë ju? Nuk ndodhi personalisht, sepse policia kishte marrë masat të cilat për mua duhet kritikuar policia për pjesën e fundit të seancës që nuk garantoi kordonin për të dalë deputetët. Dhe kjo ka të bëjë me dy drejtime. Së pari ka të bëjë me faktin që ne jemi qytetarë të këtij vendi në radhë parë, dhe kushdo që tenton të normalizojë dhunën ndaj qytetarëve të këtij vendi, atëherë nuk e di që jeton demokraci. Në demokraci, monopolin e dhunës, monopolin e forcës e ka policia. Nuk e kanë individët për kundrejt. Keni monopolin e dhunës. Nuk e kam unë, e ka policia e shtetit. E zakonshme që jeni krenar që keni monopolin e dhunës. Nuk ju ndërpreva. Pavarësisht se zërin tuaj e kam dëgjuar personalisht gjithë të kohë duke ulërit. Dhe sot hajdut kam bërtitur kur keni hyrë. Nuk ju ndërpreva. Monopolin e dhunës në një demokraci, monopolin e forcës në një demokraci e ka policia e shtetit, pikërisht sepse individët nuk mund të përplasen me individët. Se nëse ju keni forcë fizike dhe unë kam forcë fizike dhe Bushati ka forcë fizike dhe Julli ka forcë fizike, po zgjidhen gjërat me forcën fizike, atëherë ka rënë demokracia. E dyta, ka të bëjë me parlamentarizmin.
asesi dhe në asnjë formë nuk mund të pretendoni ju që jeni përfaqësuesi i shqiptarëve. Ju keni qenë 200 protestues sot, keni qenë, më thuaj numri maksimal 60.000 doni, 100.000, ku e di unë sa doni. Në shesh, në cilët keni disa kërkesa, një pjesë të cilave për mua janë legjitime. Por ama, të mendoni se ju jeni përfaqësuesit e shqiptarëve, të cilët ndaloni funksionimin e institucioneve të këtij vendi, do thotë anarshi. Do thotë kthim në 97-ën. Do të thotë që ti imponoheni deputetëve të cilët jemi votuar për të përfaqësuar qytetarët shqiptar në punën tonë dhe të tentoni të intimidoni. Ajo që unë pash. Jeni votuar, jeni emëruar, se votat ja u kam mbledhur tjetër. Kam vota. Votat ja u kam mbledhur tjetër kush. Ja bëj një pyetje. Thjesht ta përfundoj edhe me kënaqësi, thjesht për ta përfunduar. Ajo çfarë unë kam parë me sytë e mi sot. Pastaj. Herën e kaluar pash me sytë e mi se si ju do më hidhni në kosh mua, se kishit vendosur Rama bidon kosh dhe thotit hajde të hedhim kosh. Pash me sytë e mi sot se si ti ke goditur Ramion Kurtin me vezë. Dhe nëse ty duke normale, i bje që unë marrë të shishën e ujtë, të ta hedhë ty shishën e ujtë. Sepse kjo nuk ka ndodhur. Të ta hedhë ty shishën e ujtë. Nuk kam pasur asnjë vezë në dorë. Të ta hedhë ty shishën e ujtë. Unë kam filmuar vazhdimisht dhe jeni qesharak sepse po shpifni siç keni bërë 33 ditët e fundit. Edukata është personale dhe ka të bëjë edhe me... Unë edukatën e kam treguar 33 ditë e fundit, 38 jeni qesharak dhe jeni gënjeshtar. Ashtu si që keni gënyër 33 ditët e fundit, kur jeni vënë në funksion një propagande qeveritare të bazuar 100% në gënjeshtër. Të bazuar 100% në gënjeshtër. Jeni bërë megafoni kryeministit Rama duke thënë 100% gënjeshtër. Duke vajtur në pedonale, kam parë vezë që i hidheshin drejt meje dhe kolegëve të tjerë. Keni parasysh se ju një futur 3 orë para seancës që ne t'i iknit futur në orën 10:20. Ju e një futur të gjithë 3 orë para seancës që t'i iknit protestuar. Di ti apo di unë çfarë ore? Janë futur në orën 10:20. Po ju gënjeni edhe për fakte që janë lehtësisht të vërtetueshme, kështu që në këtë kuptim ke treguar më shumë se një muaj. E ke treguar veten publikisht, unë nuk kam nevojë që njoh personalisht për të kuptuar që absolutisht gjithçka që thua është funksion të propagandës të kryeministrit Edi Rama dhe vetëm kaq. Parlamenti analfabet që më thua mua e kolegëve të tjerë akademik ka goditur deputetin Kurtin me sa jo Sidorela, jo. E ka goditur një aktivist tjetër. Absolutisht është gënjeshtër. Sa pak më parë që ka këtë dy fytyrësinë. Jo sapo ma shkruajnë që pak se para se vjen në studio, nuk habitet fare që ju vazhdoni gënjeni se e keni bërë një muaj, e keni bërë një muaj rresht. Ishte edhe Andi Bushati kur të pyet aty ishte se mund të ke ngjashme dhe the po, domethënë. Jo, nuk të thash po. Fytyrësia tënde është problemi. Ne vazhdon gënjen. Vazhdon gënjen. Fytyrësia jote është problemi yt, po them dhe një. Jo, në këtë rast nuk e ka goditur Sidorela, mua më shkruajnë njerëz që e din. Thjesht të them që mua më duk si ajo dhe kur e pyeta tha po tani. Mund të kërkoni falje që gënyet? Po jo, ti the po, unë s'mund të kërkoj falje për gënjeshtrën tënde të cilën unë përmenda tani. S'mund të kërkoj falje për gënjeshtrën tënde. Jeni thelbësisht qesharak dhe është e turpshme që një person që gënjen edhe për fakte kaq banale është po mirë, prandaj the poti që të ndodh të bëjë këtë lloj bisede, kështu do fitosh debatet. Po ju jeni deputet, një mendim kritik duhet ta keni. Pak mendim kritik duhet ta keni. Ka mendimin se duhet i besoj dhe protestuesve. Prandaj s'keni po me sa duket s'ka çfarë të besoj. Ju themi parlament analfabet se. Po më thua mua analfabet. Kam Okej, do të bëj një sekondë të futim në bisedë. Dhe jam profesor universitar, kështu që nuk më mbet të më thuash analfabet. Ajo çfarë vura re sot Julli duhet ta përfundoj. Bëjmë një bisedë pa. Ajo çfarë vura re sot është që kolegë deputetëve janë hedhë vezë, janë tentuar të intimidohen, shpresoj që kolegë mos intimidohen. Unë nuk intimidohem njerë nga askush që më kërcënon me dhunë, sepse nuk besoj të dhuna si zgjidhje problemeve, besoj të debati dhe të argumenti. Kam parë hedhje guresh dhe pastaj kemi parë gjithë në filmime se si janë hedhë gurë ndaj policisë, se si janë hedhë, unë si quaj makinat, me thënë drejtën, makina e policisë nuk është se më jep në ndjesi, po të edhësh gurë ndaj njerëzve, të tentosh të intimidosh, edhe të tentosh që të mbyllësh, të mos lejosh deputetët shkojnë në kuvendin ku përfaqësojnë shqiptarët, apo të dalin nga kuvendi përfaqësojnë shqiptarët duke intimiduar me dhunë fizike, kjo është praktikisht tentativë për grusht shteti. Zoti Noj, jemi okay. Asgjë më pak se asgjë më shumë, se sa institucionet legjitime të një vendi
institucionet e lishme të një vendit, ty pa mundësosh funksionimin dhe të deklarosh ajo që kemi dëgjuar të deklaruar nga kjo qet e vogël njerëzish të cilët kaplojnë politikisht protestën, pa qenë masa e madhe e njerëzve të cilët kanë arsyet e tyre për të protestuar, që thonë për kuvend paralel, që thonë për këshilla ekzekutiv paralel e kështu me radhë. Nuk intimidohet demokracia. Nuk ka shans që të intimidoj dikush deputetin që të shkoj ku ka mandatin përfaqësues të qytetarëve për të votuar e për të debatuar në vendin që është i krijuar për kuvendimin dhe për debatimin e çështjes së shqiptarëve. Zoti Noj, përshkallëzimi i protestës është strategji e juaja apo ka aty element të infiltruar që angazhohen me dhunë, sepse kjo është një protestë mjaft heterogjene, dhe ju, sigurisht që nuk jeni ju, as ju përgjegjës, as Sidorela, as kush nuk është përgjegjës në këtë rast, sepse nuk ka një, si thua, një organizim, edhe pse ka një grup organizator, si shtonë. Ka përgjegjës? Ka përgjegjës. Ka përgjegjës. Kur dhuna vjen nga shteti, ka përgjegjës. Do të flasësh, po e pyesë Nojin, po e pyesë për anën tjetër. Për shtetin, me njerë ti atë ke, dhe ty edhe shpesh të përqen ajo gjë. Jo, doja vetëm bëja një korrigjim, se ti e more si të mirëqen që dhuna është ushtruar nga protestuesit. Unë mendoj që dhuna, sot më shumë po prej një muaj, ushtrohet nga një aparat shtetëror bandi 5. Është dhe kjo. Unë kam parë, unë shoh, ja një sekundë, sigurisht, kur të vijë momenti. Pas zotit Noj, ndërkohë, unë kam parë 2 protesta. 30 ditë një protestë gandiste, të bukur, të gjithë, dhe ditët e fundit një pjesë si shkojnë të parlamenti, ose fillimi ishte të aeroporti. Padhon dhe aty. Edhe karo... Atër, ja, po pës, njeri unë që është aty. Njeri unë që është aty. Njeri unë që është aty. Pra, ju e bëni, keni bërë vetë në këtë mënyrë ndryshe nga që është kjo. Telpsoria, apo ka njerëz të infiltruar që bëjnë, sepse ka dhe nga forcat politike, edhe nga qeveria. Kam qenë i mendimit që ditën e dytë protestës që ne kur mos përdorim dhunë, për kundrazi. Monopolin e dhunës, si shta zoti Bito, t'ja lejmë shtetit, sepse në sytë e Europës, dhunusi dënohet. Edhe po të kishtim ndjek një strategji të përbashkët, gjithë në protestuesit të sigurej që protestat ishte shumë më efikase. Fatkeqësisht, në protest, nuk ka një koordinim të mirëfillt. Unë jam që ditë me datë... Okej, këtu të gjithë e dim. Po. Por ka, tani, pas 30 sa ditës... Jo, më lejo pak të bëj një pyetje zotit Bito. Jo, këtu. Pas taj bëj pyetje sa duesh. Do të leju unë të bëj pyetje. Këtu ti, çfarë mendimi ke? Ka është strategji e juaja, apo e bëjnë element të veçantë të infiltruar? Këtë përpjekjen për përplasje. Se për shembull, e bën shteti. Fatkeqësisht. Ja, shteti nuk i ka thënë në këtë rast, shteti nuk thotë mbylleni portën të mos hyjnë në parlament. Këtë po them unë. Edhe kjo është një dhunë, si thua, mos hysh në parlament. Nesër mund t'i thuhet kryeministrit mos hyrë në kryeministri. Ka njerëz që mund t'ju duket dhunë edhe që këta bllokojnë bulevardin, se një lloj dhune është. Unë dua të kaloj me makinë aty, te jam një qytetar i dhunuar. Kalojmë te Bushati. Po ju duket kjo dhunë? Dhuna në protestë, në rast se bëhet nga protestues, i shërben vetëm qeverisë. Qeveria është në pritje të incidenteve që siç ka ndodhur para 2 ditësh, që unë kam qenë totalisht kundra. Ne nuk... Pra ju thoni që ndihmon qeverinë kjo? Unë mendoj që mes ne shkati infiltruar. Unë mendoj që gazetarët puna parë që do të bëjnë është të shohin kush janë këta te mikrofoni. Puna e parë. Do t'i thoni ju se ne nuk kemi... Jo, ne nuk kemi agent. Unë kam ardhur nga Mamurasi çdo ditë me kontribu për shtetin tim, për kauzën time. Jam i gatshëm të sakrifikoj personalisht me çdo gjë që kam mundësi unë dhe kam thënë që ditën e dytë protestës, unë jam i gatshëm të firmos me nënshkrim që nuk du asnjë atribut nga kjo protestë. Unë nuk besoj që të gjithë ne aty që marrin pjesë te mikrofonit, paktën që kanë një rol organizativ, janë dakord me mendimin tim. Unë kur kam pa personin në Zvërnes duke u grushtu, duke u marrë zvarr në prezencë të shtetit që posedon monopolin e dhunës, pra kishte një strukturë paralele prapë dhe më të fortë se shteti që dhunoten syt shtetit dhe shteti nuk reagoi, unë nga lëviz gjaku dhe jam çuar nga Mamurasi, kam marrë gruan, kam marrë 4 fëmijë, kam marrë shok, punëtor dhe jam nisë për në Tiranë për të protestuar dhe që ajo ditë nuk kam mungu asnjë ditë deri para 2 ditësh.
Por unë nuk besoj ke dhuna si zgjidhje. Unë mendoj që Europa është faktori më i madh që mund ta bëjmë ndihmë, mund të japë ndihmë Shqipërisë, dhe ne du të shfaqim vetëm anën paqësorë. Ne nuk kena as mjetat me bodhun. Ne dhe me dash të bodhun, ne shteti ka shish, shteti ka ushtri, shteti ka polici, kush jemi ne me vezë, me gur. Pra, unë mendoj që është një strategji shumë naive, në rastin më të mirë, kurse në rastin më të keq është një organizum nga shteti, sepse ne mrena nesh, unë jam 30 ditë protest, unë nuk njoh për kanë. Interesuar është shteti, do më thënë qeveria, se shteti është A mund t'ja bëj një pyetje zotit Bido? Jo, pak më vonë. Okej. Sepse unë kam këtu 2 palë, njërë është Bido vetëm dhe ju 3. Futet dhe fare pak dhe kam dhe një gazetar analist i cili do të gjykoj jo vetëm mbi ato që thoni ju, por ç'mendon dhe ai. Bushatin. Po, padyshim. Andi, andej është them. Krenarisht andej. Jo, Andi është nuk e nderojmë. Krenarisht Ku doj. Jo, mirë, po them se nuk është. Unë e kam këtë. Jo, po s'ka. Pro protest. Je di që janë fshehur ata që pak ishim me ju tani. Mos më fut dhe mua të them gjëra të cilat. Si rregull flas me. Por e kanë shkuar deri në vend që s'ka. Si rregull them mendim Këta që time dhe flas. uleshin këtu ku është ulur si Dorela dhe kështu, kanë shkuar në vend që nuk ka val. Që të mos që paguheshin nga ju pra. Se ndjen, jo më jo, ndjen dhe të intimiduar, e kupton? Po ndjen tani që them unë shkreti. Shumë prej ty janë fshehur më. Se paguhet për Tani unë që propagandë. kam unë i shkreti. 18 vitesh le të. Tani unë i tërës të gjitha parët, i dashur Bido. Unë i tërës të gjitha. Po ata dhe fshihen tani. Nuk kam unë faj. Dhe propagandë, një vit deputet. Një minutë. Thuaj ndonjë gjë të vërtetë. Atere, zoti Miftari, pse protestoni? Ju, shumë shkurt, që të kaloj Bushatin, dhe si ju duket karakteri i ri që ka marrë protestat e parlamenti, ndryshe nga ajo aty, unë nuk kam parë shpesh ju, këtu të e kjo, aty të parlamenti që kam parë, ishit sot? Jo, sot nuk arrita të vija. Nuk ishe, po ishe del aty ty, të këndat kam parë vazhdimisht. Po, tani, falenderoj shumë. po, pse protestoni? Fale pak fjale? Atere me fare Se pak a shumë e dimne. Dhe si ju duket karakteri i ri që ka marrë protestat e parlamenti? Dhe pastaj të kaloj kolegun Bushati. Pa tjetër. Kemi të bëjmë një protest historike e cila për herë të parë, siç e kanë thënë të gjithë, nuk është krijuar nga parti politike apo nuk është thirrur prej tyre. S'është e para. Kemi një protest masive të një gjenerate të re e cila është tërësisht e lodhur nga një sistem i kalbur edhe arrogant i cili nuk zgjedh, po vetëm përzgjedh. Një ndër të përzgjedhurit është edhe aty mes jush. Një sistem i cili është konsumuar dhe jeta në këtë vend është bërë jashtëzakonisht shumë e vështirë në shumë dikastere të saj ku gjëra, elemente të jetës, elemente thelbësor të dikasterëve nuk funksionojnë. Halli, problematikat gjitha, gjendja që ti përjeton të shtyn ty të bësh këtë veprim. Jemi shumë të qartë. Tani si të duket karakteri i ri që ka marrë protestat e parlamentit dhe kalojmë te kolegu. Zoti Bido e tha edhe pak më herët se protesta e dhunshme nuk mund të ndaloj njerëzit të cilët janë edhe ata qytetarë të Republikës së Shqipërisë, që të hyjnë të ushtrojnë të detin e tyre në parlament. Mirë po ka një problem shumë të madh, zoti Bido haron se partia e tij dhe aq më tepër kryetari i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla kalonte hekurat për të futur në atë parlament dikur duke ushtruar dhuna, apo rrugët e Shqipërisë bllokoheshin ku digjeshin goma dhe bëheshin gjëra të tilla. Në këtë rast, një pushtet arrogant që përfaqëson zoti Bido i ka harruar të gjitha këto që kanë kaluar më përpara. Më pyet, mos thuaj që kam harruar, më pyet. Më pyet them dhe unë mendimin tim, mos më di. Ja, jo po se unë ndalova, po të pyeste zotëria. Për fairness debatit. Unë ndalova, po të ndjekim të rregull dhe pastaj unë do t'ju lër të debatoni por secili të flas për vetë. Zoti Bido, unë ndalova dhe tjetrin, aktivistin dhe protestuesin tjetër të bënte pyetjen. Tani ti nuk do ta lejoje se të bëj pyetjen, sepse do t'ju lë pastaj, por me jo të gjithë bashkë, të thoni çfarë doni. Për këtë jeni thirrur. Po, gjithmonë të parlamenti. Desha të shtoj për ta përmbyllur këtë gjë. Protestat e parlamenti është një reagim edhe i provokuar nga ana e policisë së shtetit, e dirigjuar nga qeveria e cila kërkon me patjetër një justifikim dhume për t'i quajtur protestuesit të dhunshëm. Duhet të kuptojmë, zoti Rakipi, që narrativat të cilat kryeministri i Shqipërisë ka ngritur gjatë kësaj periudhe, qoftë narrativa fetare, ekstremiste apo njerëz të ardhur nga jashtë,
kanë rënë që të gjitha, tani po kërkon një narrativ të re që gjoja ne jemi të dhunshëm, e cila do të bjeri, ashtu si kundër ka rënë edhe narrativa e njerëzve të ardhur apo shërbimeve të huaja, që është një turp pasi ky kryeministër edhe i mparshmi i kanë pasur në parlament element të huaj dhe keqdashës ndaj Republikës së Shqipërisë. Unë e kisha këtë pyetje pasuse, por duke lëmbu shatin tani, i cili mendoj që ka të njëjtat, sepse me edhe mua kjo dhunë më duket jo proporcionale. Mundet të kënë ngacmuar, të kënë bërë gjitha, por pse përgjigjeni me dhunë protestuesve të tjera, do të ishte një pyetje ime, por të lëmë bushatin, të hyjë kënë bisedë dhe pastaj vijojmë me debatin me njëri tjetrin. Ju zakonisht do të bushati, me thënë drejtën, në këto raste e mbështesni idenë që dhuna zgjidh probleme. Jo. Jo. Unë jam për luksin e zgjidhjes problemeve paqe. Sigurisht. Po kur ke përballë një faktor të dhunshëm, unë mendoj që nuk të ngel. Pra ju mendoni që kjo mënyrë, si është kjo mënyrë tani? Dhuna kthehet në vetëmbrojtje. Dhe ne shpesh varet si e shikon. Pra, ti po ta të kthesh një gjenezë të kësaj proteste. Edhe i Gardhi, ditën para se ti që i zvërnet, që i dhunshëm heqja e Gardhit. Po më pas u pranua nga gjithë që heqja ti Gardhi me forcë ishte gjëja më e mirë që duhet i bërë, edhe te lave me gjëmpa. Edhe Gardhi sot me ligjet e shtetit shqiptar. Si pas kujt? Politika e quajti gjithë të dhunshme ekzistencën e Gardhit. Po pra. Ekzistencën e Gardhit. Jo. Ne pam policia e shtetit mbronte Gardhin. Të thuaj. Policia e Vlorës në atë moment. Ashtë. Edhe Gardhi në rjoll, ta heqësh, duket e dhunshme, po është ushtruar dhunë kur na rëmbejnë tokat njerëz si Artur Sheu, apo kur njerëzit duan të heqin gardhet e Artur Sheut. Është ushtruar dhunë kur i rëmben tokat banorëve në rjoll, apo kur banorët duan të rikthejnë drejtën e tyre. Pra, kjo lloj filozofie dhunës u pa dhe në protestën e sotme. Çfarë u pa në protestën e sotme? U pa, bukur do ishte të shihnin pamjet, që për kostumin e Ulsim Manjës, njerëz u masakruan. Pra, një njoll në kostumin e Ulsiut vlente sa shkopat e gomës. Po kemi pamje regjia i paraqet. Sa shkopat e gomës mbi njerëz të pambrojtur. Ka pamje të lahtarshme të protestuesve dhe qytetarëve që janë të shtrirë dhe polici, që asnjëri nuk është aq kafshëror sa të dëgjuaj mbi njeri të shtrirë, duket se ka marrë urdhër. Mira, i polici është qytetare? Ai nuk është zell personal. Ai është zell në ushtrimin e një detyre. E prandaj unë them se kur flasim për dhunë, duhet kuptojmë se kush qëndron në gjenezë të dhunës. Unë mendoj se në gjenezë të dhunës qëndron Edi Rama dhe aparati ti privat shtetëror. Pse? Ka 33 ditë që Rama nuk do të shojë realitetin sy. E tha dhe parafolsi, njëra agent Grekut, njërë militant islamik, njëra agent Iranit, pastaj agent të Serbit, pastaj një komplot i gjithë botës. Pra, unë mendoj që më mirë një qytetarit, është shumë e rëndë një qytetarit pambrojtur të thuash agent, se sa të njollosësh kostumin e Ulsiut. Është dhunë më e madhe shkelja ose linçimi i qytetarëve, se sa kostumi Ulsiut. Po këtu kemi dhunën te kostumi Ulsiut. Dhe pse Edi Rama është sot për dhunë? Edi Rama për herë të parë nuk ka përballë Gogolin Sali, që i thot Saliu në 97 dhe Saliu 21 janarit ka ngel pa narrativ ndaj masës të madhe të qytetarëve që i kanë dalë në shesh. Dhe çfarë po bën? Me të gjitha mënyrat po teston si ta fiki këtë protest. I thash këto punë të agjentëve. E mbani mend debatin në studio para 2 javësh, thoshin, ore kjo protest është kaotike, nuk ka kërkesa. Pastaj u dol me kërkesa. A pse këto na që kanë kërkesa?
Ore, kjo protest nuk ka figura. Pastaj dalin figura, thonë, po këto janë figurat për lyera. Pra, ne kemi të drejtën në regjime, duhet zgjedh dhe kundërshtari, dhe këta duan që edhe protestuesi tjetë si pas profilit që dizenjojnë këta. Jo, por kredibiliteti i aktorëve politikë është pjesë e lojës, dhe aktorë politikë janë përfaqësues të një proteste. Kredibiliteti është gjithë jemi Padyshim. Të zhveshur përpara publiku në kuptimin e cënimin ndaj kredibilitetit politik. Po kemi të palara në dollap? Unë ju mundet të kritikojmë çdo kënd. Kur vihet një makineri shtetërore, e kur Top Channel-i i ushqyer me parat e inceneratorëve, futet në lojë me urdhër të qeverisë për të degraduar protestues, kjo nuk është më mendim kritik. Kjo është një aparat propagande që do të linçoj njerëzit që janë kritik me qeverinë. E këtu po them dhe dy fraza e mbylla, e këtu po them, prandaj, pasi ka testuar një diversitet strategjish, Edi Rama po teston triun. Po thot, ore, mos më jep sukses ushtrimi dhunës, mos do i friksoj përmes dhunës, mos do i heq kësaj proteste duke hedhur dhunë në protest, njerëzit që janë ato nënat e reja që shkojnë me karroca, ata që çojnë fëmijët e tjerë. Pra, dhuna është një gjë e menduar strategjikisht, është faza e re për të fikur protestën. E prandaj në sot, pam një episod të kësaj strategjie. Shteti ushtroi dhunë dhe prandaj mua më duket jo legjitime që të thuash, ore, është strategjie protestës dhuna, jo, protesta reagoi. Dhunën e ushtruan ata kamikazët e policisë që qëllonin njerëz të neutralizuar me shkop gome. Është kriminale. Ata janë policë me 700.000 lekë rrogën, janë qytetarë krejt të zakonshëm këtij vendi. Po, okej. Ata janë qytetarë të zakonshëm dhe turp për kriminalat që japin urdhrat palishëm atyre qytetarëve. Po thua që ata kishin zell tepruar, këta? Jo zell tepruar. Unë thash ata kanë marrë urdhra për të tejkaluar ligjin e për ta çuar problemin ke dhuna. Sepse dhuna në këtë rast i duhet Edi Ramës. Dhe prandaj është të flasësh për dhunë nga protesta, se u njollos gjaketa e Ulsiut e të masakrohen 20 vjeçar në asfalt, mua kjo më duket e tmerrshme dhe më duket kriminale kushdo që mundohet ta justifikoj këtë logjikë. Thonë pamjet këtë, jo busha. Është lexim. Leximi pamjeve, po. A mund t'ja bëj një pyetje pak? Mund duket sikur e përkëdhelën atë, po mund duket se shalundru. Atëherë, zoti Bido ti the që ju thatë që dhuna nuk ka vend sepse monopolin e ka shteti, okej. Unë ndaj pikpamje ndryshme se shteti është ligjor, ka rregull, ka kod penal. Po, themi se të mos keq kuptojmë. Monopoli i dhunës së shtetit është në parim proporcionaliteti. Jemi republikë, kemi ligje, nuk kena dhunë. Patjetër, po them që shteti ka, policia e shtetit ka mundësi që të ushtrojë dhunë në proporcionalitet, në rrethanat kur brenda gjithë rregullave të ligjore. Pas kushtesës mund të ofrojë. Nuk ka nend që thotë ushtro dhunë. Patjetër. Atëherë më fal pak. A mund bëj një pyetje, duke qenë se je politikan, unë s'jam politikan. Ndjenin time jeni nga Çamëria. Jo, jam lap. Okej, unë jam patriot. Edhe më të dhënë kontribut sepse e ndjej, sepse kjo është një kohë në cilën mund të bëj ndryshim shumë të madh për kombin shqiptar. Edhe unë jam investu me të gjitha mundësitë dhe asetet e mia. Tash do të bëj një pyetje, të lutem sa më shkurt. Në qoftë se ne Po edhe pyetjen bëj pak shkurt. Po pra, në qoftë se zoti kryeministër Edi Rama është i kap nga mafja dhe është duke bërë atë që s'e ka bërë asnjë pushtues këto 2000 vite që me Romën. Pra kanë ardhur, kanë pushtu dhe kanë hik, po tokën e kanë lënë këtu. Kurse zoti kryeministër Edi Rama është bërë atë që s'është bërë për 3000 vite në Shqipëri. Është duke ju dhënë tokë të huajve. Tokë që do të ngelet në pronësi përjetësisht e të huajve. Kemi 4 ligjet që janë totalisht anti-shqiptare. Si mund të argëzojmë në një kryeministër që del na thot ka marrë 800.000 vota, ndërkohë që ne kemi parë me ato pamjet që ti the mund t'i ilustrosh, duke vjedh vota me zyra informale në mes të ditës. Tani ti na vjedh, ti na dhunon dhe ti na thun ka marrë votat.
Tani ose na thoni unë jam i fortë dhe unë ju shtyp ju shkel me kam, ose pranoni që ka i problem që të shkok këtu. Tani të lutem, si mund të argëzojmë ne me protesta paqësore? Ai ka dhe 2 vite sipas asaj që ka thënë 2009 do rriqem. Ne me protesta paqësore mund të rrim 2 vjet. Ai mas 2 vjeç do rriqet vetë. Si mund të argëzojmë para 2 vjetëshit në zoti Bido, një kryeministër që në gjykimin tim është diktator, por në gjykimin tim ai vetë ka dëshirë të ikë, por unë besoj se ai ka ca marrëveshje për të cilat ka dhënë garanci. Pra ti po e ndihmon. Mos ju përgjigjet. Jo, në faktikisht unë ta siguroj, unë kam bindjen time që ai të përgjigjet. Okej. Si mund të argëzojmë një diktator? Le të them të treja më vonë. 2026. Do ta jap përgjigjen e dytë këtë, e para. Kur flasim Do për dukemi si monopolin, pak, bidoj një sekundë vetëm si jo proporcional, por në fakt duhet jemi proporcional, sepse jemi në kushte... Unë jam aktivist, unë përfaqësoj popullin. Po, biduash vetëm. Edhe unë përfaqësoj sa votues. Okej. I kam me numër. Pyetje, përgjigjet Bido. Përgjigje e dytë do jetë kjo, më lejo të parën. Kur flasim për monopolin e dhunës në një demokraci, nuk kuptojmë dhunën e parsyetuar. Nuk kuptojmë që i vetmi organ që ka të drejtën e dhunës është policia shtetit në proporcionalitet sipas legjislacionit, sipas rregullave. Individi nuk e ka. Dhe këtë qëndrim që unë mbaj sot e kam mbajtur kundër policisë së shtetit në Zvërnec, sepse isha deputeti parë që reagova, i pari që reagova, para se sa të merreshin masa, ku po lexoj reagimin tim që ngjarje sotme me persona të maskuar dhe roje private që përplasen me protestues janë të papranueshme dhe të dënueshme. Shqipëria është një shtet demokratik ku nuk mund të ketë privatizim të forcës dhe as zëvendësim të institucioneve shtetërore nga individ apo struktura politike. Kjo është çfarë ndodhi në Zvërnec. Shqipëria ka nevojë për investime dhe çdo investim që është në përputhje me ligjin duhet të realizohet, por konflikte mes privatëve, qofshin pronar, investitor apo qytetar që kundërshtojnë një projekt, nuk mund të zgjidhen me forcë, intimidim apo struktura private sigurie që marrin përsipër role që i përkasin shtetit. Që ta kuptosh, unë jam shumë konsistent. Jam dakord. Nëse në Zvërnec do të kishte dhunë nga protestuesit, do të ishte policia e shtetit që do i tërhiqte, do i fuste në furgon, do ishte krejt normale. Fakti që e bën një polici private, ca bandit të cilët kishin uniformë të një policie private, është ajo që bën skandalozë rast në Zvërnec. Po s'do mund thoshit kundërtën, sigurisht edhe po donit, edhe po ta ndjenit kundërtën, s'do e thoshit dot, sepse do të thotë pastoja më acaruese ke protestues. Po këtë kam thënë pa nis protesta. Unë kam thënë këtë në 30 maj, sapo ndodhi ngjarja e Zvërnecit, pa reaguar asnjëri akoma. Kështu që bravo të qof. Më lejo të kem qëndrimet e mia. E dyta, fole për 2 komponentë të pyetja jote, dhënien e tokës të huajt dhe çfarë mund të bësh për të përshpejtuar një dorëheqje në një situatë politike ku ti gjykon se nuk mund të vijojë më qeverisia e vendit. E para, dhënie e tokës të huajt, kur flasim për dhënie të tokës të huajt, nuk është rasti. Këtu është rasti për investime, të cilat, kjo është arsye sepse unë kam dalë çditën e parë kundër protestës. Jam fare dakord. Po ta mbaroj. Ti mund bësh politik. Populli nuk han bar. Mos fal në emër të popullit, lutem, se flas as në emër të popullit. Një populli që ti ke grabit, nuk ke asnjë mandat flasësh në emër të popullit. Një populli që ke grabit tokën. Ti nuk ke asnjë mandat flasësh në emër të popullit. As unë s'po flas. Jo, unë kam mandat, unë jam popull. Po ti nuk ke mandat. Ti mund të ti nga në emër të qeverisë, unë pranë kam marrë si popull. Jo, prit. A popull kam dëgjuar vëmendje, të lutem. Flet mendimet e tua. Se po do më imponu edhe narrativën. Jam shtresë mesme. Okej, do të dëgjoj. Po do më dëgjosh pak. Jam i mirë arsimuar. Po e përfaqësoj unë po. Unë nuk pranoj të marrëshesër si investim grabitjen e tokës shqiptarëve. Ti ke pa shpronsuar shpronart. Më fal, si përfaqësues i PS-s. Janë të shpronsuar i shpronart dhe pronart në Republikën e Shqipërisë? Nuk janë. Ku i gjen tokat zoti kryeministër për me i shitet këtë hujt kur ti si ke dhënë shqiptarëve tuj tokë herë? Mu personalisht shua me Ral Zefnoj. Me janë grabit 12 dylym tokë dhe e di se si. Në vitin 1991-93 unë rezultoj i vdek. A e di këtë gjoti? Nuk e dyshoj. Po, rezultoj i vdek. Artyr Shehu nuk rezultoj i vdek. Ka 30 vjetë pashkel Shqipëri, ka 720 hektarë. Kurse unë 2 me dylym tim mamura, se e kena marrë për frymë atëhere, ma kanë grabit. Tani, si e nëzirë këtë ligjë partia juj? Jo ta përfundoj. Po, vetëm shkurtimisht lutem, si për popullin. Unë kam dëshirë të na përgjigjesh për protestën. Protesta nuk janë as deputet, as eurodeputet. Janë populli thjesht shumë i okej, të dëgjojmë përgjigjen. Po këtu do ku e gjen tokën zotëri për më ia dhënë të hujve ti kur ti s'ke pajisur me tokë. Në emër të popullit, po them. E mora pyetjen tani më lejo të ja përgjigj. Po ashtu jam deputeti i vetëm në atë parlament që në atë foltore
jam quar dhe kam thënë që ajo pronë me letra i takon Artur Shehut, por unë jam i bindur se ajo pronë i takon Fiseve Balliu, Moshka dhe banorëve të zonës me 7501. Je i bindur? Kam bindje. Bindje. A ke bënë gjë për këtë bindjen ta konkretizosh? Mund të pyesësh banorët, se nuk ka nevojë që të them. Jo, Rama shpreh që ajo pronë është shit pikë shnet. Tani më lejo ta përfundoj. Mund të pyesësh edhe ata banorë që kur kanë bërë takime me kryeministrin si në Vlorë, si në intervista televizive kanë përmendur. Ai është sensibilizuar në këtë rast. Unë po të besoj, ai është sensibilizuar me këtë rast që është gabim. Dhe ky rast fatmirësisht, po ta mbaroj. Se s'ka dhënë ndërheqjen që ato banorët mbështesin. Po ta mbaroj morbur. Seriozisht. Po ata banorët mbështesin. S'është se s'mbështesin. Edhe ndryshim. Po mirë më pyeti, ata kanë dalë, kanë thënë në media. Na grabisin tokat, o zoti Bido, na kanë grabit tokat. Je rasti konkret më ken studio, kanë grabit tokën mua. Dakor, po më lejo ta mbaroj, se nuk ka ridot. Po të lutem më shkurtimisht. Ku i gjen tokat? Shteti mi ia dhon Turshehut, ku mu mi ka grabit. Ku i gjen? Mu më thot nuk kam tokë. O Fler, nuk bëj dot TikTok. Më lejo ta mbaroj. Kam një arsye të caktuar. Ta mbaroj. Ka përgjigje konkrete vëlla. Po patjetër, po ta mbaroj përgjigjen. Bashkia Kurbin ka thonë ne nuk kemi tokë për me të plotësu. Tani ku e gjen tokën Bashkia Kurbin? Ta mbaroj për me ia dhon investitori strategjik, paketës maleve, edhe toka e bujqësore. Ku e gjen? Herald, merr përgjigjen. Këtë përgjigje ka ai nuk ta kthen. Ato politik nuk ja kthen. Jo ti. Merr përgjigjen e këtij dhe njerëzit të gjykojnë. Ke drejti apo harojmë që janë politikanë. Nuk janë dronë politikanë këti këtu. Ardit jam. Okej. Djali dy prindërve që smërojnë më, ardit jam. Mund ta flasësh në këtë formë pedagog, ë? Quaje ish gazetar, si duash. Hiqe. Partia kriminale. Se arditi e di pse del përgjithsisht. Se nuk ka mundësi ti thonë që ke vjedhur. Se s'kan çfarë të thonë, se kanë pas. Përfaqësoni partinë që ka vjedhur edhe për tjetër kjo. Po jam i bërë se ka vjedhur partia. Përfaqësoni qeverinë që ka vjedhur edhe për 7 brenda. Ka modele, shqyqysh kemi spakun ti po i thua tani sigurisht ti ka marrë kynjën me dy lymët. Po të them që ky mi ka marrë këtë tryez. Po të them. Po të them që vëmë se si ka marrë asun as Partia Socialiste Brat. Po pra tani ti në 2008 rasti konkret i Zvërnesit. Ajo pronë është dhënë si është dhënë, që për mua është në mënyrë të jashtëligjshme, është dhënë dhe ka mbaruar procesi administrativ. Është dhënë, është me letra, e ka Turshehu. Dhe janë futur ata banorë në një kalvar gjyqësor, që hajde mbyllet ti, ma thuaj ti si mbyllet. Po pse më fal. Ne kemi arritur ta mbaroj. Unë jam kryeminist Lymë Menç dhe jap tokën e fal krejtë. Se jep ti mo, se këtë po të shpjegoj. Kush e ka dhënë? Ato e jep pastaj ai që ka letrat tek ca të tjerë. Po pra, janë ato drejtorë që janë burg, janë 500 drejtorë që janë rruar për 10 vjet. Ato e kanë dhënë tokën. Dhe këtu, lajmi mirë në këtë histori është që Spaku ka sekuestruar lekët që kur mbaroj ky kalvari gjyqësor që ky vend ka lënë nam në atë drejtim, me gjyqe që zgjasin 30 vjet, lekët të shkojnë tek i Zoti. Po nuk ka dhënë tokë shteti këtu. Ama të dalësh kundër investimin në vetvete, i bie kundër rrogave, i je kundër rritjes së pensionit, i je kundër rritjes së mishit. Pyetja ime është jo të mbaroj pak edhe drejt fshatit. Çështja po jo po mbetëm pengi një pyetje. Nuk mundet të ai ku biseda Tani ne kemi shokët që nga mëngjesi te kjo polici që i ka dhunuar duke qëndruar pajisisht. Bete me këtu. Jemi okej. Dhe një propagandë që e kemi parë tek profili Facebook dhe megafonët. Soti Bido, njerëzit tonë, ati ka bushati, ja një sekundë. Jo, pikërisht. Ka momente... është tjetër dhuna që unë të marrë këtë telefonin... Ka momente ku duket që ushtrimi forca nuk është proporcionale. Po primo ta them se këtë duhet. Dhe është... Se ju i përgjim e dhunë protestuese. Pastaj kam si Dorelën, që a rezikon protestat të mbas mbështetjen nëse merë karakter të dhunëshëm. Po për ty e kam duket jo proporcionale. Nëse ne marrë termin dhunë, dhe të termin dhunë fusim gjithë llojet të dhunës, pa i kategorizuar, ne aty bëjmë një gabim të madh. Sepse është tjetër dhuna e Gardit, që është e papranueshme dhe ta them edhe një herë jam i pari që kam reaguar, është tjetër dhuna fizike ndaj Eduard Subashit, që ishte një qytetar protestues i zakonshëm në Zvërnes. Ja ta them unë një dhunë. Ja, është tjetër lloj dhune. Ja ta them një lloj dhune dhe ma je përgjigje. Por e ti kërkoj regjis ato që masakrojnë njerëzit me shkopa gome. Ta them unë një lloj dhune. Nuk dua. Ta hap tu. Ta mbaro, po ta them çka kam për thonë edhe hape më. Ja dëgjoj. Po ta them një çka kam për thonë. Po çka kute këtu. Ja një lloj dhune. Tek Gardi apo te Eduard Subashi? Ti e merr, i hodhi. Po më lë mo ta them. Po jam një sekond pra të them rastin. Një sekond plus. Është njëjti model te Gardi. Të them rastin. Kam dëtuar asgjë ti e ke dëtuar bashkë me mua. Ti e ke dëtuar bashkë me mua si votuese. Jo, ti e ke dëtuar bashkë me mua si votuese. Të them rastin.
I mori protestuesi, nuk jeni votuar. Protestuesi e mori vezën Ju përzjedh ai. dhe hodhi Ju përzjedh në drejtim të 300 vota që janë edhe në emrin tim brenda procesit. Nuk keni Ja kush është dhunë jo proporcionale. Dhe ai që diktuan Piktori ka marrë një 800.000 vota. Po, duket. Zoti Bido, Sidorela, po më lënj se Thuaje, po do më japësh dhe mundësinë të përgjigjesh. po tjetër po e kam pyetje. Pra po e censurojnë në bushat. Është shumë e rëndësishme kjo që do të them. Nuk e di çka ka ylli. Shiko sa e thjesht. Thuaj. Dhunë po e quajmë Edhja e Vezës, gazetarit të Top Channel-it, nga Arber Leshi, hodhi dhe u mor në furgon. Ja hodhi me të veliut. Hidhja vetë ujnë që të mos ta hedhun që se pasaj do qaesh. Hidhja vetë ujnë. U mor. Mo thidhja vetë ujnë. Sekond, mo zotri. Po mos e qua normale. Sekond, mo zotri. Nuk të thash normale. Dignitetin Nuk është normale. U mor në furgon, një minut, mo zotri. Ka shpik. Do të hap tani ta dëgjosh çfarë thot. U mor në furgon, e parë dhe në video, e zbet video, dhe në furgon të policisë ku njeriu që merret i ka duart lidhura. Dhe aty e qëllonte një civil. Mirë, më lejo, dakor, do ta them. Nuk e dinim kush ishte. Do ta them këtë. E qëllonte një civil. Po më lejo ti bie. Ama thua këtë, ma shpjegon? Po Ja, ma shpjegon. do ta them. Po më lejo dhe ti them ato që mendoj. Po pra. Po them edhe një herë që nuk mundet që në një kallëp ne të fusim dhunën fizike ndaj individit dhe dhunën ndaj makinës, dhunën ndaj gardit, dhunën ndaj pronës, që është dhunë e madhe. Nuk mundet ne në hierarkinë e kategorive të harrojmë që para në kategori është që mua ti s'më cënon, unë ty s'të cënoj. Nuk ndodh kjo. Prandaj, nuk mund të krahasosh dhunën ndaj Eduard Subashit, atje në Zvërnes, që ishte katalizatori që dhe mua më ngritën nervas bashkë me ty, me dhunën e gardit. Janë të dyja, po ka dhunë të rënd e dhunë më pak të rënd. E njëjta gjë kur vjen fjala në këtë protestën që pam sot. Në këtë protestë që pam sot, nuk është shu historia që theme Ulcimanjën, se e di nga disa veta që ishin atje, jo deputet madje, jo vetëm deputet madje, po njerëz të cilët ishin tek kafja përballë parlamentit ku ne rrim çdo ditë dhe nga kamarieri e mora vesh më në detaj si është, nuk është ashtu. Është në video, da, jo, apo s'beso ke. Po jo, se ke kapur nga fillimi ti, se ka Kanë bëj edhe i ka thonë shkorrifi, edhe i kanë thyë dhom, punën. Jo, s'është shu, se vend edhe Po na ndryshon pak si është, në video këta e pam. Po jo, s'është shu, se fillon më herët ajo. Pa që Ka ndodhi më herët që justifikohet dhunë brutale në lokal, një biznes privat. Gent progni me një 6 të tjerë, të cilët fillojnë edhe ulërasin mes lokalit. Po, ulërasin. Dhe kur qohen deputetët bashkë me shoqëruesit e tyre, vend dhe i godasin pas shpine edhe me vezë, edhe me miell e tjera. Edhe dhunë proporcionale është me i thy hunën se gjyti një vezë si që ndodhë në Europë, Po të them edhe edhe në Europë gjynë me vezë. Dignitetin tim s'ke drejti të asinosh. Por e kemi dignitet dhe ne keni përdos ka 13 vjetë. S'kam drejtun të asinosh. Dignitetin tonë e keni bështyu. Personalisht s'ka të drejtë të prek. Zoti Bido, se kam me ty se s'njof. Zoti Bido, Partia Socialiste ka shkelke dignitetin Shqipërisë që në 2013. S'ka të drejtë të prek kush me dorë. Bjem dakord. Po na kanë prek, pra na kanë shkel me kohë. Na kanë marrë pronën, na kanë rrap. S'ka drejtë të më preki kush me dorë. Po kjo ka ndodhë. Ajo që ndodhi aty. Këtë pamje nuk e jep asnjë media sot. Ajo që ndodhi aty. Duke një qytetar të Pa të polici që i vajti plaka në kokë, e pe? E pe? A e pe? Duke një qytetar të shtrirë në shesh, të çmobilizuar, dhe vjen një bandit kriminel me 700.000 lekë rogë. Ka i bandit kriminel. Ashtë keni lonë. Është policia keni lonë. Është policia shtetit. Bandit Një kriminel. polic me 700.000 lekë rogë që mban familjen bukën e gojës, që nuk është as i PS-s, as i PD-s. Po fole këshu bëni dy bandit policia kriminel. shtetit. Po je ti bandit në radhë parë nëse ti krahason dhunën fizike të individëve me njëri tjetrin me neutralizimin që bën policia. Në çdo vend të botës, një qytetar të çmobilizuar të shtrirë për tokë që vazhdohet gjuhet me shkopa gome. Hajde hapim çik çfarë ndodh protesta në Gjermani. Se në Amerikë si futen fare, se në Amerikë flasin armën, Gjermani. Kjo është fytyra kriminale. Hajde, do i thuash gjermanist tani fytyrë kriminale. Kjo është fytyra. Ti do i thuash gjermanist. E di ku ndryshon Gjermania. Hajde të gjejmë protesta në Gjermani. Njëri policin Gjermane do rregulloni Gjermanin, se këtu e rregulluat. Njëri do luftonte korrupsionin Gjermani. Policia po thënë një. Po si u binde të shtrinë tokën. është i shtrirë, është i neutralizuar ai. Ka protokoll. Bëhen dhe filma, thoshte Elisa. O Bido, Bido nuk mund të mbrosh. Njëri tjetri.
Polici që ka neutralizuar individin, nuk mund të shoqërojnë komisariat. Nëse ka ndodhur që polici e ka shoqëruar brenda furgonit, se pra ndaj ka protokoll. Dhe civili që ka... Nëse ndodh kjo gjë... Jo civili më jo. Nëse Ore ka ndodhur kjo gjë... Njeri që kanë vënë pranga dhe kanë shtrënguar. Gjermania është policia dhunshme, më fal. Gjermania është policia dhunshme. Ku ka më policit pa dhunshme? Okej, Ja, Sidorela dhe... Ti bëre krim të thotë të lutem, hajde. Të lutem një minutë. Që keni këto tani? Më fal. Atëherë në i pas emirat qafë Berishës me 21 janar 2011. Ka tjetër përdorimi i armës? Qofë se ti guzon dhe hynë kryeministri me mjetë, si që kanë hynë 2011. Sidorela dhe pasaj Flori, të lutem, Erald, Sidorela pasaj Flori. 14 policë në spital dhe 2 civil. I rifuzimit. 14 policë në spital. Ata policët që dolën me video që kur mbaron të shfaqja, kur mbaron të shfaqja, ata me 700.000 lek. Po këto janë jetuar në një me 700.000 lek të bushat. Po bëja 2 milion lek. Ata policë me 700.000 lek, të cilët ishe gjakosur ti ata. avokati ajdutve dhe shkopi gomës i ajdutve si janë bo kur njenë. Asu të bëjmë, asë avokati ajdutve. Sa po Ne e bëjmë gjithë ditën e ditës, spaku, PS e PD, gjithë ajdutën burg. Ta them gjithë ditën e ditës të, se më intereson që modeli që të dalin në fund në këtë vend, të jenë modeli sakt. Po kjo nuk bëhet përmes dhunës, nuk bëhet përmes anarshisë edhe kundër demokracisë. Dhuna është kjo këtu. Policia është organ dhune. Sidorela, të lutem. Tani, kur zoti Pido flet për monopol dhune, unë mendoj se ka vetëm një të drejtë, sepse monopolin e dhunës në këtë vend për 13 vite ka pasur një parti e cila na ka dhunuar kur shefat e këtyre policëve që ju i keni lënë me 700.000 lek rrogë. Ju i keni lënë me 700.000 lek rrogë dhe ndërkohë gjithë shefat i kanë Sky që komunikojnë me krimin, na keni dhunuar me gjithë të pastrim parash, që një qytetëri sot nuk pagull do të rrasë, na dhunoni çdo ditë se keni sjell aty analfabet që s'din me lexu tekstin që ju është. Na dhunoni çdo ditë kur bëheni megafoni propagandës, ripost gënjeshtrave të Edi Ramës. Po me thëndrej unë zbeja së riposte, s'ke që në pësh asë këtë e, kupton? Po ja futkon, moj gocë, se unë zbeja së riposte, se kam natyrë të bëj riposte. Kryeministri i shtetit merret personalisht me qytetarët, na dhunoni çdo ditë kur grupi kryetari i grupit parlamentar jep urdhër policisë së shtetit publik që të arrestojë Dritan Hoxhaj dhe Gjergjan Drogni, e jep urdhër politik policisë së shtetit, na dhunoni çdo ditë ka në zonë mbrojtur Kapron edhe del në zënes protest. Deputet të cilët asi njeh njeri dalin nga kuvendi dhe vetëm ata shpëtojnë nga veza se nuk i njeh njeri. Nuk i njojnë qytetarët se janë të përzjedhur edhe vetëm ata shpëtojnë. Po qa thua, më kushe një më shkodisni me vesë? Populli shtyp nga regjimi. Ore, populli jam dhe unë. Dhe ke pa përgjeshmëri të mbrosh një politik, ti je i përzjedhur nga një piktor i cili rastësisht punoj që ka me krenar që je deputet nuk je. A je krenar që je deputet i përses? Qytetarët i ka kërkuar dhe problemet e tyre në parlament, gjithë ditën e disë. A je krenar që je pjesë ditë në parlament, për Sara Mila, që ka marrë 2 fish në votave të Unë jam deputet gjithë ditën e disë. Erald nuk do flasë. Për cila ke problemet e zonë. Erald nuk do flasë. Të mbaroj Sidorela dhe kam... Ky nuk mund të vitu dhe të laj duar që unë përfajsoj veten, se modeli që ti përfajsoni, partisë që ti përfajson, është duna zbërnet, është duna që vjen aty. Dhe unë jam krenar. Disi është mua beti, për të policë, që rref atë arbrin që është i neutralizuar aty, për të je krenar. Për arbrin e neutralizuar që rrifet i neutralizuar je krenar. Jam që atje në Zvërnec, ishte momenti, është modeli juaj, ku ke krimin, ku ke polici që nuk reagon, ku ke media që nuk e nëzjerë. Ishte momenti lakmus testi. Është ftyra juaj. Nëse s'do kishte reaguar Ministria e Brendshme, të shkarkon të drejtorin e policisë, e t'ju ishte licenca atyre, do ashje si do reagoja, se kam reaguar para Ministrisë së Brendshme. Dhe jam krenar që jam pjesë e shumice, që e hoqja të policisë, drejtorin e policisë në Vlorë që bëri atë akt, edhe i shduku atë licenca dy kompanive, dhe ja
asaj shumice që ka bërë spakun për t'i fu në burg të gjitha ata të cilët veprojnë ashtu si shduhet, sikurse si jam krenar që sot policia e shtetit nuk vajti edhe të krijonte kordon sigurie që mos dilje ti me arrogancë sot të thoshet edhe zhves. Kush jeni ju që do jeni vezna i meje? Kush moj qytetar? E qa tje mo ty të drejtën mo të dhunosh njeriu, moj njeriu. Po s'kam dash kur të të përfajsoj ty. Për zot, s'më ke dhën votën, s'kam dash të përfajsoj banorën në Sarave, në Delvinë dhe Kondistor. Ata përfajsoj. Je ti ndoshta e mëruar në këtë. Ti je vetë mëruar dhe thua që përfajson popullin. Po ty s'të nje kush, sepse ti nuk përfajson asë kënd. Unë përfajsoj sa qytetarë, të cilët kam përgjegjësi ndaj tyre. Dhe kjo është diferenca. Është përgjegjësia dhe fytyra që kam me oligarki, me fytyra që kam vendosur në publik. Kjo është. Dhe përfajsoj veten time që s'kam asnjë skelet në dollap. Si shumica dhe ata që janë në protesta atje. Se kur ju kanë dalë që kanë skelet në dollap, tregon se kush e drejton atë protest, që për mua ti s'nxjerr dot asnjë. Dhe dyta, jam krenar po them për ato gjëra që kjo shumicë ka bërë për të funë në burg ata që të abuzojnë. Po edhe për këtë polici patjetër. Kam probleme me këtë polici sot se s'bëri kordon sigurie për deputetët dhe la deputetët të rrethoj demokracia. U rrethua demokracia. Nuk rrethohet parlamenti. Është pushteti rrethimi parlamentit. Policia, ja një sekond. Zero frika mu. Kjo është çështje demokracie. Dhe demokracia i shërben shumë vendit se sa këto palavra populiste. Demokraci, atëherë mos na fusni krim parlament, mos na fusni patjetër edhe spaku të nxjerri poshtë futu. Patjetër mos spaku të nxjerri kush futu. Po ç'mo thua ti me oligarki, tiri me Redi Musin atje. Një oligark edhe më nxjerr Redi Musin mua në krye të protestës. Më thua ti më oligark. Qa më thua ti më oligark? Qa më thua ti më oligark? Qa më thua ti oligark? Po atë do mbrosh. Po qa më thua ti oligark? Këmë policinë e shtetit? Atë polici me 700.000 lek mo? Ti vetë mbron ata me milion euro dhe s'mbron atë polici me 700.000 lek? Policin që e ke të gjithë me uniformë të prisur. Po ti e do dhe me më pak lek. Sepse ti thua dhe kundër investimeve, të mos i rritet kur roga ti polici. Atë thua ti. Atë thua ti po të ti sulmon atë polici tu tani. Dhe shefi komisariatit që e nxjerë në pritë atë. Si që ndodhim atë në kohë. Dhe ti vete e godet atë polici. Që dalin për balë kriminelve, pa pajisje se ja u vidh një tender. Po dhe vete godet ti atë policve, 700.000 lek po të. Po gënjen, po mashtron, si që ke bërë, gjithë muaj non-stop. Po gënjen, po mashtron. As një polic nuk është dënuar, si që nuk është dënuar, as ditën e parë. Në momentin që ju i thyni hunën, shoku ton, mos prisni që ajë tri aty dhe të thot falimderi që më keni thyër hundën. Po prinë se postova sot se ishte skandaloze, po ajë se kjo. Qa është kjo guri që i vete në kokë? Guri që i vete në kokë ti polici tu me 700.000 lek. Ti prindit këtu. Ti prindit këtu. Qa është kjo? Qa është kjo më guri që i vete në kokë? Po si mund të mbrosë qëtë? Edhe ti si mund të mbrosë qëtë? Zoti Bido, ta mund si mbrosë dhe Zoti Bido. Zoti Bido. Unë jam për flak, jo për gur. Po pa tjemu se ti je për anarshi. Sepse ata janë veglat qore që ca i dutve që po vjetë një qëtarë. Pra thuaj këtë, duhet themi në 20% ulje ekonomike në theshtatë dhe në anarshi, thuaje. Thuaj për qaje. Po që për anarshi e keni bo ju. Jo, mos me pyeti tani. Besoj unë tani, besoj unë që s'duhet. A i do thotë e besoj tani, se ti po i bëm pyeti. Besoj se duhet unohet. Erald, me le mua ti po i pyeti të qytetarët. Se ti po bëm pyeti, a i beson këte, a i po e thotë. E besoj të thotë. Qytetar me uniform e pa uniform. Po bëm pyetje që dihet përgjigja. Po i thua, a i beson këte. Po sigurisht që e beson kur e thotë. Është ka shqetësu i gur. Zoti Rakimi. Zoti Bido. Zoti Miftari, ja një sekund, një ndryrje. Ose e lamë, ju kanë vrarë. e lamë të flerë. Klas 8. Të lutem. Erald. Ti ke filmuat gurin. Çfarë? Edhe s'ke filmuat fëmin që avram shkollë 14 vjeç. Po qa diskuton më? S'kan lidhje. Se ti mendo, pse unë jam pro vrasjes. Ti pas ke marrë kohën me filmu gurin. Jam pro vrasjes, jenë të rezi. Po jenë të rezi. Po njësoj pra si që jam kunder asaj dhune, jam kunder çdo dhune. Nana i 14 vjeçare është protest. Po them në një rrugë Nuk çdo kupton dhune. guraj. Se mos Kunder çdo dhune. Po ç'dun. Dhe policia është vendja që ka të drejtën që ndaj dhunës përgjigje. Nuk e përballë Partinë Demokratike. Po s'po të flasi Partia Demokratike. Fare, ku është? E përballë popullin. Populli Po s'kam popullin, mo kam ty.
Ja guri, ne na vret në shkollë, ne na vret në burg, ne na vret për drita, se sa kameramanët tu, si e më popull. Po i ke lagon 3 vjetë. Je më popull se sa kameraman, si e më popull se sa regjizori tu, si e më popull se ju. Ku do punojnë, Mos fol pra në emër tënd, po në emër tënd. Po në emër të argumentit tënd, ta respektoj argumentin. Unë më vite keq me son tani tanë zoti Bido, mas 3 mush, mas 6 mush, mas e vitit. Unë mas nuk vjen keq ti me bindjet e mia. Do respektojmë pak një tjetrin. Kam shumë të merr ata të cilët Zoti Myftari, të respektojmë pak. sepse di që mua më shkruajmë kërcënime jete në WhatsApp. Policia, e patronazhistët, e çfarë keni tjerë dhe ankohet. Zoti Myftari. Deputet. Nuk e kisha menduar, nuk e kisha. Ju mblidhni ato patronazhistat që i keni lëshuar në rrjet. Atë Zoti Rakipi, se që nga personuar, zotron. duke qenë se jemi në Ja një sekundë, Zoti Bido, ta dëgjojmë pak në një situatë se është në kushte e vendosëm në kushte, ai ishte në kushte normale, por ne i vendosëm kushte disfavorshme. Ta dëgjojmë? Atëre, nuk e kisha menduar asnjëherë që një deputet i cili duhet jetë tërësisht i përullur përpara disa individëve që janë tërësisht të zhveshur na çfarë do të pushteti, çka ke për t'i thënë o zotërisë? i cili të bëj zhurmusin edhe mos na japi neve mundësinë të flasim. Ky është, shiko tani. Ju jeni palë dhe ky është palë. Ne jemi Unë kam thirrur këtu një gazetë, unë kam thirrur veten që bëj këtë emision dhe kolegun tim për të qenë minimum dhe për t'ju dëgjuar ju. Tani duke qenë palë, ky është 1, ju jeni 1, 2, 3. Edhe Bushati ka. Atëherë le të Po fokusohemi. Bushati ka qëndrimin e vet o zotëri. Bushati ti dhe nuk e në këtë rast ka këtë qëndrim. Në rast tjetër ka qëndrim. Tjetër. Ne jemi 3, po i kena sotë 3 të bashkë. Zoti deputet, A e lemë protestuesin tjetër të flas. Jemi 3 me 1. Jemi 3 me 1. Po si jeni? Jemi 3 qytetarë kundër mashtrimit qeverisë. atëherë. Jemi 3 qytetarë madhe. Ti po më flet mua tani me Ges bazike edukate. figura letrare. Zoti A do ta bëjmë deputet të bëri bisedë? Po ta bëjmë të bisedë. bëri disa parashtrime, disa deklarata. Ti vërtet mendon kështu? Ti pret që ky të thotë që unë nuk mendoj kështu. Ore se më mbytën me video e. Po çfarë Polici shkoni bie me shkelmat. Por pa është jo proporcionale. Ja, si më shkruan Ore, po kolegu. këta janë kriminel, mërë, këta Këta janë... të Gjermanisë. Këta janë... Jam live. Po është dhe kriminel dhe i Gjermanisë, po që më duhet tani. Tani dole nga agentët grek të agentët Gjermanti tani. Bëni policinë, sikur do vaj policia të thotë të lutem majnë me mua. Aman, të dalim me propozim martese. O zoti Bido. Atëherë, ju Ore, e di që thua ti, molla. Ore, zotri, Ti u ka thua edhe kur kapet e dirama duke vjetë, ti du vidhet dhe në Gjermani. Dhe ndaj policisë, kur vete bë protestën, nëse ti eskalon në dhunë, duhet jesh i gatshëm të arrestohesh. Kam bërë vetë protesta. Kam bërë dhe protestat që më të dhunë. Dhe ka ndodhur edhe që më është kanë pa shoqëruar. imagjinueshme që mos Më kanë mori arrestuar, po deputeti kanë i Kuvendit shoqëruar. të Shqipërisë të flasin disa Në njerëz protestë. të Po kur lirë jenë të cilët protestë, kanë bën të asnjë dhunë, efekti duhet jesh i qartë për ta thoja. vendimarrës. Se shteti është më i rëndësishëm se sa individu. Jo, e prishe vetë. Ja ta them unë pse. Fillove ti thuash këti ti bësh moral. A ke gjë për t'i thënë o zotëri? Po jo, Ore, o zoti Ylli, nuk të dëgjon për këtë gjë. o zoti Ylli, E ndihmon kështu më ndihmon. zoti Ylli, Kush je që gjë moralin Ai tonë? është deputet i Zoti ti parlamentit, kush zoti je? Rakipi, nuk Zoti është Ylli. si ne jemi thjesht O, protestues i dashur, vetëm 2 fjali kam. Se kur Urdhro, Vetëm një fjalë, thuaj dy nëse më fjalë lejon. dhe myfta. Jo, se Myftari. Nëse më lejon. në këtë situatën absurde që ne fajsojmë të vjedhurin dhe fajsojmë të goditurin dhe theme, ti duhet të apsosh derisa ke shkuar për dalë Jo, protest. po dhunove do arrestohesh. Pra ti, Po dhunove do arrestohesh. tani, unë po, ti flet në teori, unë po të tregoj 2 video, më erdhën tani në moment, një qytetar të çmobilizuar, Thiri pra. një E ta pa pra tregova. zori shparë. Ço e regjistra? Ja e dyta, ja e dyta. Shi si vjen ky, bie me shkel, që ta shofësh. Bab polici, qytetarit shtrirë. Po s'dallohet, më tregoja. Tani, Po tregoj mos se s'dallohet. atëre po gënjej unë. Shkone i bie me shkel. Ti thua tani, unë tregoj faktin, ti thua, po ushtrove dhunë, del në gjë teorike. Ku e ka ushtruar dhunën ky Po i di cili se ka po ushtruar, masak? Po ma trego ti faktin. Unë po të Po them. kjo vërtetojnë gjykatore, ti çfarë bëndi? Prokurorin gjykatësin apo e tusin? Ore, ty duket Ke normale kjo. parti këtë. Unë e Sa kam ço pra video. shoh që njëri po neutralizon policia një person. Jo Kjo po shoh. neutralizon. Po dhe pas mi thirr. Shive, ai Pa trego pra. ai shkoi godet me shkel në Po tregoje mor burr. Ky këtu I bëre like, nuk më tregon. Shkoni bie me Po shkel. tregoje pra. Ju po doni të ndryshoni këtë. Unë po shoh që neutralizon policia një person.
Kosovë. Ti tani bën... Ja, si shkoj bje me shkel. Apo nuk e shef dhe këta. Zoti Rakibi. Më falja, mund të Shumë mirë, atë policin të nëcojë në SHKB. Tani, këtë policë. Si ndodh kjo? Këtë policë. Si ndodh kjo? Ti thua. Si ndodh pra? Unë them. Po në Amerikë i kërcet plumbin në atë moment më. Po shqyqyr që si jemi në atë moment. Shqyqyr që si jemi në atë moment. Dëgjoj, Si me 21 janar kërcet plumbi. Pa ju pëlqeka 21 janar mërë zotë Po Bido. më shqyqyr si jemi po them. A pra ne i shpërblyt ka dhe gardisat Shevron? Ua, unë them shqyqyr si jemi. A pra ne i shpërblyt vrasësit? Po tani po të gjën vetë. Unë them shqyqyr si jemi pra. Jo, atë po Si jemi në atë Shkopra denoncoje SHKB. E keme video, shqyqyr, denoncoje. Tani, Po ti s'mund të thuar që arrestohet. Rakibi. Jo pse arrestohet, mos po them Apo po arrestohet. pse në fund një grupi huliganësh atje që gjuanin me vezë këdo që kalonte, policia i neutralizon që të kryoj kordon sigurie. Atëre me logjikën tënde, me logjikën tënde, jo, me logjikën tënde që gjykon njerëzit në grup, pas asaj që kam parë me ballukun, këta jo me vezë, po edhe ty duhet të të vëmë More, flakën. ty të parin. Ty të të vëmë flakën. Dhe mu bashkë me ty. Ty më të parin. Dhe mu bashkë me ty. Se kene establishment një jetë. Po, dhe mua. Dhe mua të bashkë vish me ty. gjirin politik. Edhe ylli. Në establishment një jetë keni. Dakord po. Në establishment një jetë. Shumë dakord. Çdo kryeministër, çdo ministër, ju keni pasur kërkesa Ore, unë jam në punë. në establishment një jetë. Ore, le që ato da i si... Doktor, ke qënë. Le që ato da i Ke pas miqti. Igore. Ke pas Po miqti. si ne kam e mitë, po jam punë. A i bësi O janë gjithë në establishment, doktor. dokument politik. O, zotë. Jo, Janë gjithë në establishment, ose Janë gjithë. Janë Atër gjithë. gjithë vezë. Po ja pra, Gjithë. Ore, po, por radikal Se a i, ja je pa i më ndorë. Por ka një diferencë madhe. Unë jam punë. Unë jam establishment, Zoti por Rakibi. mua Kryeministri jam unë. nuk më ka detyruar njeri Ke dëgjuar ti jam në deputet? një ajdute si Belinda Balluku. E ke ngritur ti, e ke ngritur ti kartonin. Mbroj dutët, Nuk të len, një minutë. mbroj dutët Ti dhe do që unë të ke mendimin tëmë, dhe është tu problemi nga ytë. murin e Po patriotizmi. do ti të kesh Voto për është ajdutët problemi ytë. dhe tu Demokracia do thotë që ti jo thjesht ta dëgjosh, po dhe ta respektosh mendimin Zoti tim. Bido të lutem edhe pak dhe nuk vetëm do i bëj pyetje. Jo, nuk do përshë shpiti se do. E lam atë, e lam si vetëm kaq shkurt. beti si huaj aty. Vetëm kaq. A do ta lesh atë të flas dy lave, mos është gjuna. Të lutem Zoti 10 Rakibi. sekonda. E, mirë, jo tani. Kam faj unë tani. E shoh se jeni shqetësuar për sigurinë e parlamentarëve. Po jeni shqetësuar se s'boni kordon Dy fjala i dhe Jo, vazhdo. të lutem, duhet të jeni një shtet Zoti demokratik. Rakipi. thash gjithashtu. Demokratik them unë. Atëherë, Ti bën si prit këra herës. Dhe të gjeti rastin që tani, të keni respekt nga distanca. Po më jeni establishment. Ministri ka qenë ti. Ore establishment them. Qa ke qenë ti? Ore a jeni Po sa establishment, ma ishën punë. Ore po janë Nuk e le të jetoj atë. Ore po janë sistem, është sistem ky. Ore, kryeministër ka qenë Andi Bushatja. Ore është argument politik ky more. Po sistem, Ti establishment, ore, kemi qenë media është pjesë e pandashme e establishment. Ore, kemi qenë në sistemin e Orgjës, po ne i kemi batur fajto. Ore është argument politik po them se kam personalisht as me Bushatin as me ty. Ky shtet kot më. Padyshim. O, është sistem dhe kundër sistemi do të Atëherë. flesh kundër një pjesë. Lejeni mi ftajnë të qetësohemi pak këtu. Atëherë, me qenë se ne kemi një përfaqësues të parlamentit Vetë se Ramas dhe Saliu, unë jam dakord me ty këtu, po? O zoti Bushati, Bushati, do më justifikoj pak jep me mundësinë edhe mua. Jo, ti nuk do flas. Vetëm kaq. Ore, lere shokun ten tani të flas. Ore Marova, Mbaroj. e kisha marru. Më fal, ke fol deputet kitë Gjermani, mo, zotëri, nuk tani. ka nevojë për kordon policie. Deputeti. Ku ka protesta? More, Na ti. citat videon, Se zirat këtu- videon, deputeti shkon në Urban, shkon e kam pa unë deputetin, Po pse unë me bicikletë. çfarë lëvizun? Me këm lëvizun? Po pse keni frikë, doni kordon sigurie ju? More ti janë të Ne rrezik. dini 100 sa veta, keni bo, më 100 valla. veta, jo më jo fare. O, 100 veta të dhushëm si janë as populli janë 100 huligan. Ore, vetëm ti Marrin po të vetën edhe kërcasin. Po, ju kush jeni Që bëjnë gangsterin se kështu. prokuror? Se unë me këm lëvizo zotri. Ore, i ke parë... O, ti ke ngrit vezë dhe ke tur të të vi. Ore, qa flet, a i ke parë... Atëherë pastaj, mos mbro këta. Një minutë, Mos mbro ata. Ndaje. E keni shkel Edhe me popullin jam ore. Po e keni Po s'ka drejt more njeri që të dhunoj tjetrin. E çon me popullin, Është bazike dini kjo. këtë deputet Është bazike. bulevard. Se dini bulevard. Është bazike. Se s'del bulevard. Unë jam Mo doli dhe doli... Jam kundër kësaj proteste për gjithë arsyet kam dhënë. Dini bulevard, ju kundër shtoj kësaj dini me proteste, gdat ka jam në bulevard. kundër kësaj proteste. Ose ju sfidoj. Ajme, një sekund. Stop! Jam Zoti kundër kësaj proteste për gjithë arsyet. Ja, pushoni një minutë. Unë s'jam fshehur ndonjëherë Bido, që pushoj them një minutë. jam Bido, e jam. zoti Bido, pushoj një minutë. Dëgjoj tani. Është shumë e thjeshtë, zotëri. Njerëzit e partisë tende dalin tani, shikojnë të kollarisur, të zbukuruar, të botoksuar, mirë bëjnë, sepse kanë të drejtën. Dhe thonë tani që
ndonjë ti delore që nuk mbështet që përplasesh me këta. Ka dhe tjerë që dalin. Jo, ka disa ka. Ka të tjerë që dalin tani dhe s'kan lënë gjë parambyrë dhe vjedhur bido. Dhe dalin tani thonë, duhet Shqipëri e re. Se është e turp kjo re. Dhe dini të gjithë nga bëni moral, orë të lutem tani. 1 minutë më burë. 1 minutë, nga ju. Do të flasë për korupcionin unë? Jo, nuk do flasë për korupcionin ti. S'do të flasë për unë. Po ne do flasim për tani... Zdo të dënoj korupcionin. Zdo të flasë për korupcionin dhe brenda PS-s. Se ke mbrojt me votë, s'ke... Tani... Sështë e vërtet. Jo, more, se s'ka mbrojtur në hetimin, ka mbrojtur mos arrestim. Tani, si ka qenë ky muaj, zoti Bido... Fred Peleri nuk të... që është ne me... Myftar, 1 sekund Bido. Dhe të thotë... Po jo ato ndryrjet kështu që të gjenë shtekun këtë të bje. Jam e të thotë 2 fjallë. Ore ka marrë tjetërin kod depori, kod aty. Deputeti është e pa imagjinueshme. Ore do të alesh të flasë 2 fjallë tjetërin njeri i Mos botës. më drejto. 2 fjallë i kam. E para, revolucionet sjellin shkatrim. Është historia botërore e njerëzimit që e fakton këtë që çdo revolucion sjell stagnacion dhe Revolucioni i Indira Gandhit, Muhamet. ulje ekonomike. Revolucioni i Gandhit, solli revolucion? Solli... Atëre, zoti Rakipi, Qa solli? E dini qa solli? Solli pavarësin? Po. Pavarësi dhe ulje ekonomike. Po pavarësin Dhe ulje ekonomike. Po ulje ekonomike solli... Duroj Majdutin, ma. Zoti Rakipi, Fjalia e dytë është evolucioni është ai ka spaku një përpjekje shumë të që duhet të madhe mbështetet për deri në fund relativizimin ta e gjithë arrestoj këto. problematikave që janë në TPS-s e TPD-s. Po ti më votove kundër Spaku. Ka shkuar Ti dhe ka votove bërë kundër korrupsion. Spaku, ti thua, ti flet Për kot. mos arrestim, jo për mos hetim, jo për mos dënim. Se mos arrestim? Dhe njerë. A ishte masa Po për mos arrestim pasi Se ti e di shumë një qytetari thjesht mund të arrestohet nga policia, po në qoftë se është se korrupsionit edhe pjesë e Mos fol, qeverisë. tani fol, ta lëm 2 minuta të flas, mos e rështu. Ka shumë ndjes. Po, atere, zoti Rakipi, këtu përpiqet shumë të gjithë faktorët, sidomos të qeverisë, të relativizojnë protestën duke folur për Zvërnecin, për Flamingot, për Gardhin, për si u trojq polici dhe se këta nuk janë dakord me këtë gjë. Në fakt, ajo protest ka një shpirt shumë të madhe, njerëzor, një shpirt i cili buron nga padrejtësi 35 vjeçare të gjithë establishmentit politik, po aq më tepër, konsiderimi dhe trajtimi i shtetit nga qeveria shqiptare dhe kryeministri në formë të personalizuar dhe në një formë si kur menaxhon një prom private. Kjo është e pa imagjinueshme. Është e pa imagjinueshme për një shtet që këta proklamojnë dhe pretendojnë se po e antarësojnë në Bashkimin Evropian. Është e pa imagjinueshme e gjithë gjëja duke nisur nga faktorët që kemi, siç është shëndetësia, siç është arsimi, siç është trajtimi dhe gjendja sociale e Shqipërisë dhe trajtimi që bën qeveria dhe kryeministri i Shqipërisë të disa individëve të përzgjedhur prej tyre për të cilët ai zgjedh se si duhet të ndërtojnë, ku duhet të ndërtojnë dhe këto prona çuditërisht jepen në një forum shumë të shpejtë, ndërkohë që me qindra dhe mijëra familje, të tjera janë ende sot edhe kësaj dite duke pritur për të marrë dokumentat e pronësisë. Pra, protesta... Zoti Myftari, kam një pyetje për ju, ja qartë. Kam një pyetje të qartë, se mos e themi të përgjithshme. Protesta tani, se do vijoj protesta, do vijoj nesër pas nesër. Absolutisht. Është më mirë sipas teje të jetë paqësore, apo kështu si që ka filluar të parlamenti? Po paqësore ka qenë dhe parlamenti. Atere, zoti Rakipi, protesta është një faktor... Një minutë. Protesta është... Një minutë. Po leni të flasë 2 minuta burë tani. Protesta është një faktor i atyre 83 mandateve të presuppozuar të zotit Rama, të cilët ju kthen në një bumerang shumë të madh. Dhe kjo protest do të vazhdoj ashtu si që është në gjdo tavolinë dhe duhet që të vazhdoj. Ore, këtë proteste që lini sot e parlamenti e ka përmuar PD-ja për vite me radhë dhe nuk ja ka dalë. Është më mirë kjo protestë që nisi 30 sa vjetë aty, kam këtë pyetje vlla. Mje përgjigje dhe se lodhet dhe populata. Populata tani lodhet. Kjo është protestë historike, duhet të vazhdoj paqësore dhe duhet të masivizohet në të gjitha qytetet e Republikës së Shqipërisë, ashtu siç ka shkuar në çdo vend tjetër. Protesta duhet të vazhdoj dhe do të vazhdoj deri në fundin e këtij establishmenti politik dhe
kthimin e Po, një ç'duhet republike parlamentare të saktë dhe jo një parlamenti noter të kryeministrit dhe një Dakor, po institucione të s'duhet bërë, cilat duhet nuk ndryshojmë ekzistojnë. sistemin politik, se dua ta kuptoj ç'duhet bërë. Jam kurioz. Sistemi politik nuk Jo, mund pra, tani. ta ndryshojë njerëz si juve, pasi ju jeni zgjedhur në për lista dhe nuk keni Jo, partia jam listë juaj nuk hapur, mos më funksionon dhe ngatro nuk fare, keni jam as listë hapur, kam digniteti Sta hapur ky për ta tani se përfaqësuar. nuk e dërgojnë kot këtë. Ore, ke gjëra të tjera për të sulmuar çfarë duhesh tani ti. Ja fut këtij. Zoti Bido. Ai përfaqëson qeverinë në Tiranë. Dua ta marr vesh. Ta mbarojmë. Ekrani ty të ka Pama, po ka dhunë më të madhe ti imponon shqiptarëve këtë Ama tani Kush është ajo? Baromi. Ti s'respekton as institucionin e presidentit. Çka ka për para? Ti servirës shqiptarëve Baromin për president, Një general. kulmi dhunë. Një general, një mjek, një profesor, të kesh president e Republikës, një profesor, një general dhe një mjek është turp për Bushatin. Presidenti Bushat duhet kemë ndonjë me 3 klasë shkollë. Zoti, Duhet kemë 3 klasë shkollë. Zoti Muftari, Dojnë të ne qëtëgjisin, ti kone do të konstitutëzë. pushosh pak tani se ne pak minuta do jemi. Do po jam kurios. Dhe unë do të ta kam dhe borxh. Anarshi, Pjesë të rëndësishme dhe do të thres javën tjetër. Edhe më theu tu përgjigje. falenderoj. Unë ta vona pyetjen. Me kënaqësi. Po një minutë pra. O Eral, po ta respektojmë ose po i them Falë, që se s'më po i ka them kontroj, ta them. që do ta thres dhe javën tjetër. Ore lën tani të i tha dy gjëra. Tani ti do shkosh protesta aty, do vazhdosh fort. Pa tjetër. Dhe i bëj thirrje kujdo që të marri pjesë në një protest historike, të jetë pjesë e historisë, pjesë e ndryshimeve, pjesë e rënjes së establishmentit dhe e dhënjes fund të këtij kontrolli privat nga Zoti Flori Kryeministri Muftari, Rama. falenderoj shumë, falenderoj shumë. Ju falenderoj dhe ju Do të shihemi në ditë e ardhshme. Kënaqësi. Shihemi në ditën e ardhshme, natën e mirë bashkë. Natën e mirë. Se me një pyetje që si u përgjigja pak më parë. Pyetjen e paro. Ishte ironike se unë të pyeta në fillim bisedës si Jo rëzot më ironike që bën ironike më se ndryn si ylli. rëzot diktatori dhe ti thuat ti mu përgjigje mu si pas teje. Po, pyetje jo ironike, Gjithë mo. mori the Përgjigja se më ngatroi Çfarë ylli. bëjmë, si rëzohet? Përgjigja se më ngatroi ylli. Unë të gatrova. Si në një demokraci, si bëhet është përmes Po s'jemi të vetmes. demokraci fare, mo. Se zoti. Po s'jemi, po Të vetmes. e ketë sankcionuar autokraci elektorale. Gjeje. Ku ta Nxirë. gjej? Tani. Tani të Te nxjerr. Balluku e ke gjetë në te Balluku. Po ta nxjerr. A në mendjen tënde? Jo. E kapim hajdutin e denoncojmë, ju nuk jepni, nuk e lejon urdhë arrestin. Ore. Demokracia kjo? Da bëjmë dhe atë bisedë. Është zëvendës kryeministri. Bëjmë dhe atë bisedë, po të qëndrojmë te kjo. Në një demokraci, Po. forma se si Protesta. hedh kryeministrin, shumicën parlamentare. Protest, demonstrat, pastaj përshkallëzohet. Jo. Si jo? Është Pa e shkot 200 vjet ashtu. Hajde dali me lulun e ti dhe arzojmë. E vend me Aja ka marrë me lek, o vlla. E vend me Unë kam qenë rrugëzidhje. prezident kur jam paguaj lek. E vend me rrugëzidhje që ka demokracia janë zgjedhjet. Unë flas me Rakimin. E vend me rrugëzidhje që ka zoti, demokracia janë zgjedhjet. Kur zgjedhët që i vjedh mes ditës? I ke vjedh mes ditës. Demokracia janë zgjedhjet. Po do më na bëmë këtë lloj? Në vota, I ke vjedh mes kur të vi ditës. momenti votës, Të lutem vi mos momenti nuk je votës, në rrej. bëje Ti këtë, bë politikë, bëje uste këtë. politik. Po ç'kush? I ke vjedh, Ku ndodhi ku? Hajde ma thuaj. ti bë politikë, Isha vlla, ti vetur. di që janë vjedh zgjedhjet. Isha vetëm në Vlorë në zgjedhje. Enver Hoxha i ka marrë votat Çau. 99.7%. Edhe më këto, çau bën Jo, në mos i Shqipërinë le këto. Çau Ti bën. Enver Hoxha 2. Çau bëmo, ku t'ju Enver vollën? Hoxha i ka Ora ku t'ju fituar vollën? zgjedhjet. Ju vollën PD-s? 25 vjet. Ku t'ju vollën? Ashtë Cilës i parti? mirë. More cilës parti ju vollën në zgjedhje? Jeni pastar të Enver Hoxhës. More cilës parti ju vollën në zgjedhje? PS, E më morë vesh PD-je, po. se jam Cilës këtu, parti ka ju vollën në portet zgjedhje? Po të dy të tretë. O të tretë, Cilës Eral. parti ju vollën në zgjedhje? kam pa armë Çka votim. ka me More PD? cilës parti Kam ju pa familjar të isha More me cilës ro. parti ju Isha vollën me në nis zgjedhje? familje zhduku. Ja mos i bëjnë këta protestuesit sot. Hajde ma murras, hajde ma Jam PD-n, murras. jam Hajde PD-n. si do ju. Kenge me PD-n, kenge me Hajde në votim ma murras. Proteste PD-s. Hajde ma murras në votim. njerë. Pa çana ka zgjedhje. Form ku ju votë? Ku më ju vollën në zgjedhjet? PD-s. Po ju keni 220.000 Po, do administratë, ju s'keni marrë votat tuja. 220.000 administratë. Eral. Me gjithë grupë Bravo. bab, janë 800.000, Eral, ju ta s'keni pris. marrë tuja. Po vazhdoj shumë prishem Ka me votuar të. ju. O, S'ta kanë votuar. Eral. Je shtetë së shpës. Ka votuar administratë. Zoti Bido, Zoti Eral, Zoti Eral, Zoti Bido. Po vazhdo shumë prishem emisioni, ju lutem. Ju lutem, ju lutem, ju lutem. Mua njerës s'mo ka votuar administrata fare se kisha kundër bajdo. haptazi. Ti je i More, mua më kanë votuar dhe do dali ditë që janë vjedhë e Sarandës, qytetarët më e dokumentuj Berlinës, ditë. qytetarët e Vlorës, Pa qytetarët kje burnin thuj ke drejtë po për i gjanë. Ata më kanë Po në plas shpirti se unë më Ata kam më kanë 25 votuar. denoncime në Gulbin, asnjë mas nuk është marrë. Më kanë plagos punëtor, më kanë vjetë pronë, më kanë prish biznes, ti më mu ka marrë 800.000 vota. Po mirë më Po e falë. kam shkullin nga pa me kalash. Se dija mu që ishe me PD-n, mo. Kush e pëdën? Kam vjedhe, di unë.
Jo, po dëshë me folë për PD-n. Po qa pra për PD-n po flet tani? PD-ja është në 2008-ën, ai që me gjithë pisat e partisë tuaj i dha autoritet maksimal për ministrin. Se mendoj që 8 vjetë ne 8 vjetë ju. Unë për shpirt Janë nga dhe kundë për dëshë, janë nga dhe kundë për Policia me protestusit e pavarur. Janë nga dhe kundë për dëshë. Erald, tani ti do bësh pak minuta pushim, se po më prish emision, lutem. Se unë të respektoj shumë. Pa më në resim si më respekto. Ku e ke mor burr dhe njerë po them? Mu ga shumë gjoj. Pa do më le. Pa do më le. Berisha më Trump. Berisha ma thonë mua parlamento po. Me qeshur e marë. Zoti Bushati në shkrimin Ma jep tuaj. drejtorin e përgjithshëm policisë një muaj ministrin e Mrenshëm. Mua të kallëzeun ku çej Berishën e Ramën e Është drejtori përgjithshëm. Drejtori 30 ditë. Gjejeni njërin që ka gradën për kafe. Kush nuk është me ju atë Gjejeni pra se loboj dhe unë. Ramën bur Ore po Berisha. trem njerëzit që Dhe tani më thoshe ti ne Ore po trem demokratës njerëzit se ti Po jena tremër nga ka hiktruar jo shok një popull thash për sodin e madh jena shkatuar. A do më dëgjosh? Kjo është abuziv. Unë kam njerëz hyrja protestës dhe vetëm 1000 vet i kam kthyr mrapsh, atë shkoj të sakrifikohem vritem unë. Përgatuj. Pse do vritesh mor burr? Jo, njerëz, vdes unë, atë shkoj të hyrë. Pse do vdesësh mor burr? O vllai të revoltu mbi populli. Ju jetoni njeri pra. me palasa e me jala, o vllai. Mos ma thuaj mua mor burr. Ore s'kan të Shia dhe atje në protestë Ore, ta që rini nuk kam njofter deputetën me futbola, si ishte e pesha Do pushosh një minutë vëlla. Unë i thash, a do me do folë me pushosh se të administroj këtë Ishte njeriu. vesh me $8 rroba. A ka mundësi? A ka mundësi? Valla? A nuk e njih realitetin, o zoti Bido. Hajdo, a vishta shosh se sa është kjo bluza? Dhe lëna mor burr. Jo, më prish emision. Me qënë se Lena, zoti më Bido Si do rela po Të shkruem që kam robat shtrenjta. Me qënë se zoti Bido Ore nuk po të akuzon ty ti tani del sepse Mos ke ishesh mua. ke akoma Se ketë keqen këtë gjatë. akoma sy e faqe të dalësh, ke akoma ka akoma sy e faqe të dalësh. Ti lufton për Se nuk ka çakën e vjerë. Ulsiut që u njollon. Aty ku ka hyrë në fakt guxim do Po të pra, kalësh. guximi madh që ke hyrë aty thot Sidorela se ti ke sy e faqe ndaj del mo. Po jam. Ta mbaroj Për bindjet e se- mia jam shumë i guximshëm. Okej. Dhe nuk i intimidohem unë për bindjet. Tani a mundet Asnjë protest, asnjë vezë, asnjë kohë. Sidorela, ja një minutë Sidorela po. Koshe janë fenomene fashiste. Ju lutem Sidorela. Me qënë se zoti Bido na risjell disa herë argumentin e demokracisë. Ke lexuar shumë gjëra të ngjirur Me të zeri qënë po. se na e sjell, po më shdashur bërtas në Qartë, fakt, për 10 persona, Demokracia është për e vllajën që na i kanë larguar qeveria këtyre, për shokët e universitetit që si kemi asnjë se na i ka larguar qeverisja e këtyre, për faktin e gjithë shokëve që më kanë ikur se s'pagunin dot as qëran, as bënin dot i pal pushime, se gjithë plazhet ja u kanë thënë këta oligarkëve, më shdashur bërtas për disa persona. Po kjo s'ka rëndësi. Qënë se na e solli argumentin e demokracisë, në një demokraci normale, kur dalin aty mira protestues dhe thonë, zoti kryeministër dorëhiqu, kryeministri nuk futet në Facebook t'i shaj personalisht protestuesit. Dhe dhuna që kemi pane sot të policia, në fakt, Qa duhet bëjmë? Të lutem, ta mbaroj. Ja ta mbaroj dhe thuaj. Dhuna që ne kemi parë sot tek policia, nuk është se ka ndodhë sot për herë të parë. Ata shokët tanë që janë ra fizikisht, nuk ka ndodhë për herë të parë. Kjo ka nisë ditën e parë, kur këta na sulën ushtrin e patronazhistëve, duke na thënë grek, duke na thënë rus, duke na thënë serb, duke gënjur edhe aq banalisht, sa duke sjell foto me AI, që jemi në 2026-ën, kjo është të jesh. Kam zero në foton reale, mere të AI. Jemi në 2026-ën, kjo është të jesh edhe pa informuar edhe keqdashës. Në një demokraci reale, kur vjen urdhri prokurorisë, deputetën dhe ministrën Hajdute e lëshon parlamentin, nuk e mbron me votë. Së është e vërtet kjo? Në një demokraci... Dhe i parlamentit. Të mbaroj se unë po i drejtohem drejtuesit e emisionit, unë për ty s'kam absolutisht as një pyetje, as një koment, unë kam këtu koment vetëm për qeverisën që ka bërë partia që ti përvajson. Që unë nuk besoj fare, mua më vjen keq që ti ke zgjedhur të bëhesh megafoni i një qeverie të korruptuar dhe kriminale që mbahet aty ku është në pushtet, nga krimi, nga oligarkia dhe nga media që ju shëndet. Kështu që në një demokraci reale dhe normale, kryeministri është i përgjeshëm. Ka një problem protestusit. Dakor, të shojmë si mund të zgjidhim. Sot, ndërkohë që na ka ra shokët aty dhe i ka arrestuar, del dhe thot patrupsisht
Taulan Balla, kemi një grup negociator. Është e turpshme të gënjesh, ne kemi thënë që ditën e parë nuk ka negociata me një qeveri të korruptuar dhe kriminale. Fakti që këta gënjejnë, përdorin edhe dhunën, edhe mashtrimin, edhe propagandën, edhe monologjit e Grida Dumës, ore gjithçka ku do që munden për ta sfomuar dhe delegitimuar një protestues që është i shtrirë aty, që nuk po dhunon, që ka ardhur 32 ditë me djalin e vetë të paralizuar në karrozë, dhe që thot, unë nuk ja dal dot se me këtë shtet, me këtë asistent që mua më jep, nuk ja dal dot, more. Ka që është mlefi këty qytetarit. Dhe sot është i shtrirë aty dhe policia e godet, pavarësisht është i neutralizuar. Dhe ky ka patrupsin të thot, jo, pa i është me 700.000 lek rogë. Në fakt, a i, ashtu si ju, që jeni bërë megafoni këtyre kriminelve, dhe a i është bërë dora e zgjatur e krimit ndaj qytetarëve. A i sot nuk është një policë me 700.000 lek. Nuk është një policë me 700.000 lek. A i është dora e zgjatur e krimit, është gjuha e dhunës e zgjatur e Taulan Ballës dhe Edi Ramës. Ore, kam një pyetje personale. Dola para një jave, dola nga parlamenti, dola me pagone se kisha një punë të fundit, pas deputetëve tjerë, dhe ishin 4 protestues dhe dola, edhe vajtë të jepja dorën, s'da dorën, si që nuk da dhe si rrela që parë. Ti s'me një mua fare amerikanë. Dhe është mungesë edukate. Unë kam halë se po i dash dorën do mbjedhi dhe kraun. Mungesë edukate. Jem kesh. Kjo është tregon Nuk ka filluar të vjetë, akoma. Mësohen Cili shpejt ka aty. edukatën e vetë. Mësohen shpejt aty. Cili ka edukatën e vetë. Kam bërë akademin politike besoj të pësës. Kur vajzë të me të mësoj me edukatë si ty, po të dalë pak. Ishin 3 veta. Dhe Befas më lidhet, nuk të të ndorën, okej. Pastaj që ishin nga lëvizje vërruje pirotiste e Red Muçit, që i lajmëroi u mblodh një 200 veta. Dhe atje përballë, ndërkohë që unë po ecja për te makina, se nuk më intimidon dot njeri mua, që t'jemi qartë, domethënë. E duket. Se dhe ndyshim, por në kauza tilla, unë s'do isha i guximshëm sa ti me hymrena. Më falë, fyra brenda më rrethuan. Po Ka mlef, zoti Bido. Yra për te makina, dhe më del para një person i cili ishte i dënuar 3 herë për trafikim droge, si protestues që më thoshte mua për më bënde mua moral. Mua. Qa thu? Mua. Më bënde moral ai. Më bënde moral ai. Tani asë një replikë. U afrua për të Kemi dënuar vetëm ai. pyetje që të unë dua përgjigje. Mos e them unë këtë? Bido. Mos e them unë këtë. Zoti Bido. Ti ke thënë një gënjeshtra, qa ndodhi po të një tjetër. Ky është publik. Zoti Bido, tani unë kam... Herald, të lutem. Tani unë kam 2 pyetje të fundit. Mos e them unë këtë. Ju lutem. Kam 2 pyetje të fundit. Populizim. Bido. Demokracia. Zoti Bido, po të gjoma i minut më valla. Kjo publike mos e kush është. Ore do... 200 vetë ka qonë. Ore se unë ditë të them atyre ndërpriteni, o zotri. Ta ndoni. Ore do t'ju them ndërpriteni, o. Një deputet i cili si gjejnë do t'a zgjë s'kele në dolap. Ore do t'ju them, që t'mos ju them ndërpriteni mo. Kurën e kurës. Bido, Kurën e kurës. 2 pyetje të fundit që nuk dua replik. Bushat, në shkrimin tuaj, ju e quani këtë muaj një muaj të bekuar. 1 minutë e gjysëm. Çfarë ka rritur protesta që e quani të bekuar këtë muaj? Për mua protesta e ka delegitimuar totalisht të pushtet. Pra, kur flasë për delegitimim, nuk them Edi Rama mund mbaroj mandatin në shpunë e ti, mund të ri me dhunë, i ka edhe ata tarubës, edhe këta kriminelët e sotëm që godasin, e ka gjitha, pra mund që ndroj me dhunë, nuk është as rasti para si fundit në histori. Por, deri tani, një nga forcat kryesore të Edi Ramës, që ka sunduar dhe ka vjedhur shqiptarët, ka qenë që këte ka bërë edhe përmjet legjitimimit që ka pasur në arenën ndërkombëtare. Ne deri para 2 vitesh kishim sekretar shteti që thoshte ju jeni të bekuar që keni një lider si ky. Sot po të hapësh gazetat më të mëdhaja dhe televizionet më të mëdhaja të perëndimit, po e masakrojnë autokratin e Shqipërisë. Dhe ato që deri para 2 vitesh mund dukeshin ëndra nga ne këtu, po e trajtojnë si njeri të lidhur me narkotrafikun që i ka hapur dyert e parave drogës këtij vendi. Pra,
suksesi pa diskutueshëm i kësaj lëvizje është që s'ka rëndësi sa ditë dori Edi Rama në pushtet, delegitimimi ndërkombëtar i këtij pushteti tashmë është fakti kryer. Nëse në perëndim deri dje ka pasur njerëz që ndanin Ramën nga Vučići, le të themi, për mënyrën e ushtrimit të pushtetit, sot në mediat perëndimore ti nuk gjen asgjë, as një llaf më pak ndaj Ramës se sa ndaj Vučićit. Bilo, për ju të majorancës tani, pa replika, si ka qenë ky muaj? E keni ndjerë vetën në vështirësi apo jo, sinqerisht? Vështirësi, nuk e besoj se është termi vështirësia i që duhet. Unë dua, me qënë se është minuti fundit, të flasë për çfarë duhet të bëjmë. Mua vjen, unë jam kundër kësaj proteste për 1001 arsye. Një prej arsyet është që kjo protest nuk prodhon të mirë. Pra, nuk prodhon një alternativ. Thot vetëm të zhdukim, po nuk thot çfarë të krijoj. Dhe si rregull kjo prodhon anarshi. Në këto rrethana, ajo që është detyra imperative e elitës politike, intelektuale të vendit, është jo të negociojmë, jam kundër tezës së negocimit, sepse nuk negociohet me emocionale, protestat janë emocionale. Nuk ka çfarë të negociosh, në fakt. Por që duhet që ne të rishohim dhe i bie që shumica e ka këtë barë të dyfisht, Partia Socialiste duhet të rishohi në mënyrë sa më imediate ato thelbet e shqetësimit të kësaj proteste, pavarësisht se mund të jenë të shfaqura keq, pavarësisht se mund të mos jenë të artikuluara sakt, dhe t'i përkthej në politika. Një ndër to është raporti me gjeneratën më të re. Gen Z në Shqipëri është gjenerata e cila voton më pak historikisht, dhe kjo është e keqe për demokracinë afatgjatë, mos angazhimi politik i kësaj gjenerate. E cila një herazik më bën mua të kuptoj që është një gjeneratë e cila nuk e ka besim sistemin, që do thonë një gjeneratë e cila është më pak e lidhur është më pak hapësira në sistem. Prandaj një ndër gjërat të cilat unë shoh si imediate është që të rishihet qasja e politikave rinore, jo në negociat me protestën, sepse protesta ka edhe pjesën e dhunshme, ka dhe atë pjesën që thjesht e sheh po s'ta artikulohet, po si një nevojë e shoqërisë për të bërë një shoqëri më e mirë, dhe këtu hyn në lojë, e theksoj edhe një herë, elita intelektuale politike e cila arrin që ta materializoj problematikat në zgjidhje. Ju shkuat në SPAK dhe dorëzuat librin dhe Albanian Files. E quani armëkrimi, pse? Shkurt fare, se unë do të marrë dhe në pjesë të dytë që kam, dhe a keni besim të SPAK-u? Në 30 e më shumë ditë është artikuluar që ka një besim popullor të asaj pjesë shoqërisë që është aty, ndaj SPAK-ut, por personalisht ndaj mendimin që SPAK-u duhet besuar dhe SPAK-ut i duhet kërkuar llogari për çfarë po bën. Në këtë kuptim, edhe në mirëbesim ndaj kompetencave të prokurorisë posaçme, por edhe si thirrje, si kërkesë llogarie, që hetimi të mos ndalet pavarësisht pozicionit politik, që në këtë rast është kryeministri i vendit, kemi dorëzuar këtë dokument, i cili përmban projekte të ndërtuara tani më nga qeveria e Edi Ramës, projekte që pritet të ndërtoheshin dhe janë aty përpara se ligji të ndryshohej, projekte që vërtetojnë për shembull që në Zvërnec vërtet nuk po investon Kushner dhe kjo është gënjeshtër, por Kastrati që e ka projektin që në 2022-shin, vite përpara se ligji për zonat e mbrojtura të ndryshohej. Kështu që për ne si ka funksionuar me Zvërnecin. Mund të mbaroj? Për mua, nuk kemi debat, lutem. Se si ka ndryshuar, Do jemi në emisione të tjera. se si ka funksionuar qeveria e Edi Ramës, është në fakt përmes këtij libri. Aty thot liri dhe arkitektur, që unë e përkthej në mungesë lirie dhe pastrim parash. Për ne, ato akuza që janë ngritur më në fund nga prokuroria e posaçme, ku vërteton atë që kemi thënë prej vitesh, që në këto projekte luksoze ka pastrim parash, është thelbi i kësaj. Të dy ju, me jeti duke folur, pastaj Eraldi dhe e mbyllim, në datën 4 korrik pritet një proteste madhe. Protestuesit, pas nesër do me thënë, kanë deklaruar që do t'i bën një dhuratë Edi Ramës, sepse ka ditëlindjen.
Çfarë pritet ndodhë tani dhe që dhuratën të një gjetë që do jetë apo ja? Ka koincidu me pavarësinë Amerikës, fatkeqësisht ditëlinja e këtij tonit, ne shpresojmë të shirojmë Shqipërinë. Unë i bëj thirrje Datën 4 thua ti? Nga pushtimi nazifashiste. Unë i bëj thirrje çdo shqiptari, çdo personi që ka hallën në Shqipëri Të vinë protestë. ngrihet atë ditë, sepse është ditë decisive për fatet e kombit dhe koha ka për tregu që ky është hapi më i madh historik që në 1939. Sidorela? Edhe Dhuratët. Kemi pavarësi Kosovën. Ti jetë e grupi Kemi pavarësi Sidorela, jo një sekond. Do ke surprizuar vetëm çeke kokra hipokrite. Kemi pavarësi Kosovën e që ka ca gjëra Ti duhesh se Jo, beso unë kam thirr. Parë atë që thua ti, kemi atë që thu vetë se beso. njërë pavarësi Kosovën e që janë gjëra Kena ke bë politika 3 orë mashtrim live këtu. Po thuaj në një gjë që ka mashtruar. Po s'ke thonë librin, the libri zhvillim, libri. Zhvillim. Libri doli këtë rroba e demasku. Herald, mos më detyroj që të mos stresme. A mana se më plas shpirti Po jo, po s'ka lidhje. Ai ka, Do ta thoshe ai thot fara i mendon. Ai ka gjërat e veta. Në politikë. Po para se thoshe Njerëzit, Herald, mësoj. pavarësinë e Herald, Kosovës. E s'ka gjë Herald, më sa madhe vjeç se je pavarësia tani? e Kosovës se kjo. 41 ke mjaftueshëm, Kam që të punuar me kuptosh. Serfisa, kam punuar Jo, me një minutën. Albanija, Mjaftueshëm që të kuptosh që ti thua gjërat e tua kyt vetat dhe njerëzit kuptoj dot politikën. njerëzit gjykojnë. Se mos i kuptoj kupton, politikën e Po mirë, mo ti se kupton, të kuptojnë ata. Të i thonë yllër E ke ti mirë. Patos Lubonja dhe e beso. O vlla, mos S'beso më ylli ku Pas voton, munëm, se po s'në voton ylli mendon ti? ke 40 milion dhe i ke thonë Patos Lubonja Jo, ju. jo, të lutem. Ato s'lubonja. Me datë 4 Ti dhe gjogë e bo me argumentat që ke thonë. Çdo gjë e ke Në thonë. datën 4, Sidorela, jo të lutem. Në njërë pësë pëse nga to. Me datën Super 4 konfliktual. Më i madh jeti. Herald, të lutem, Herald. Të 3 lutem. vjet para. Të lutem. Ti ekonomike që ka nevoj ky Me vend. datë 4 korrik është protesta tjetër e madhe në të cilët po mobilizohen edhe shqiptarët e larguar, detyruar për të shkuar në diasporë. Do vinë ata Për prap t'ju tani, mjetë e gjera. Bashkuar asaj proteste që po ndodh në shesh, për t'ju ndoshta për ta lidhur pak dhe me pyetjen çfarë ka ndodhur protesta dhe çfarë do ndodh me 4 korrik, dhurata më e madhe në fakt i është bërë shoqërisë shqiptare dhe kryeministrit të ardhshëm që ka një popull që kërkon llogari dhe mendon me mendjen e vet. Kështu që edhe për të thënë se për të kthyer tek pyetja që çfarë do bëjnë këta ose çfarë do ndodh më pas, Po shoqë erdhi pjesa tjetër dhe po protestojnë. do jetë besoj se kemi mirë kuptimin. Po. Çfarë po ndodh më pas është që kemi një shoqëri që më në fund thot nuk kemi të gjithë kriminal si kjo qeveri, nuk kemi të gjithë hajdut si kjo Po, një qeveri, pjesë e protestant. dhe jemi kundër diktaturës së pare së pisët themi jo. që është në ekonomi shqiptare. Gjithmonë Kjo kemi është gabim. dhurata më e madhe që i bëhet shoqërisë shqiptare. Të nderuar Kudo. Kanë Bido, njerëz të pasur. zoti Bido, smeton ta mbyllim si thua. Po ti në udhëheq. Ne donim ta mbyllim edhe gjysore më herët, po s'të lodhi. Ishe në një fjali ti. Un kam një fjali që Për protestën që ka pas nesër. Thirrje shqiptare dhe me datë 4. Protesta i bën shumë mirë, protestat i bëjnë shumë mirë një shoqërie për demokratizimin e vet. Ama protestat cilat degradojnë drejt dhunës, dështojnë, protestat cilat bien pre populizmi dhe s'japin alternativë, dështojnë. Të nderuar, Dhe në fund i takon shumicës, PS-s në rastin konkret, dhe elitës intelektuale që të mundet të përkthejnë në politika reale ato shqetësime cilat janë të pjesat genuine e protestës, akoma dhe nëse s'artikulohen të saktë. nderuar të shikus, bushat kështë në një fjali? Nderuar të shikus, kjo është pjesa e parë e emisionit tonë për mbrëmjen e sotme, u përpoqëm si që patë të gjitha, po tani kjo gjendje është këtu. Kështu jetojmë në këto ditë të gjitha dhe do të kemi dhe këto gjithçka pat këtu reflektohet edhe në gjendjen e përgjithshme që ne kemi në dhe të që pavarësisht nga vapa shumë e madhe që na ka hedhur, ai lart ka hedhur një vapë shumë të madhe. Për gjithë botën. Kemi ca sikletet tjera, kanë më shumë vapse. Në fakt e ka hedhur për gjithë botën, jo vetëm për ne, por në radhë ne tani dhe në këtë gjendje jemi në proteste tjera e tjera. Ne tani unë do të kaloj në disa çështje të aktualitetit, por përgjithsisht do jemi po këtu me një pjesë ekip tjetër dhe unë do t'ju thosha faleminderit shumë. Faleminderit. Rela, ishte kënaqësi. Do të takojmë. Herë tjetër që të mos jenë të diskriminuar, le të vinë më shumë deputet PS-s. Qofse munden, Jo, nuk vjen. qofse i lejojnë. Po jam shehur, po them tani. Po jam shehur dhe këta gazetarët që ndihmonin. Po s'pranun argumenta. Fare shkurt. Mos vijas. Bido, faleminderit shumë, ha? Bushat, faleminderit. Publicitet rikthejmë një herë.